unë vetë kam një lloj bindje goxha të theksuar në kokën time që neve jo thjesht emigrojmë, ne po spastrohemi si kom. Duke të bombarduar ty me cirk, ti do fillosh ta harrosh artin e vërtet, artin që thot diçka. Unë nuk e konceptoj komedinë si një gjë legjero që të vinë ca njerëz dhe të qeshin. Unë e konceptoj si diçka që ka një mesazh brenda dhe që të sensibilizon dhe që të ndez ty disa fitila brenda vetes që të fut edhe në mendime. Ti sot që ne flasim ke një teatr kombëtar që është në një magazin. Nuk ka gjë më të shumtuar. Unë s'kam shkelur sot e kësaj dite atje. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe në këtë të mërkur. Uroj t'ja keni dalë mirë me vapën, e di që keni nxjerrë veshjet tuaja më të freskëta këtë ditë për të përballuar temperaturat ekstreme. Po me atë pranverë që se pam kurr, duket sikur edhe vapa s'na bën shumë përshtypje. Ne do t'jemi në transmetim si çdo të mërkur tjetër, patjetër nuk jam vetëm, jam me kolegun tim Egon Lori. Ej miq, përshëndetje. Ju duam shumë fort këtej nga Radio Sol edhe nga Kinotek në Sol 80.0 FM edhe kudo që na ndiqni në rrjetet tona sociale edhe në Spotify. Si mund të thuash ju duam shumë edhe me nerva. Ju duam shumë. Nga që kam kufjen vetëm me një vesh kur niset flisje Viola më erdhi zëri këtej edhe ktheva kokën çfarë ndodh këtej. Ej miq, si jeni ju? Ne do të kemi një episod shumë interesant sot, shumë të këndshëm, me shumë gallat, po edhe me shumë gjëra që vlen të dëgjohen, mbi të gjitha për mjedisin këtu në Shqipëri, kështu që ju ftojmë të gjithëve kudo që jeni në makinat tuaja, nëse po ktheheni nga puna, nëse po ktheheni nga plazhi, apo nëse jeni në shtëpi që të qëndroni me ne deri në fund. Sot do të rikthehemi edhe një herë tek ose do të qëndrojmë tek teatri, tek regjia, apo jo Viola? Tek bota e artit, ashtu siç bëjmë për herë. Kemi të ftuar një personazh që besoj e njihni mirë edhe e doni shumë, edhe pse ka disa kohë që është shkëputur nga Shqipëria, po jo artistikisht paktën, sepse do flasim, do ndalemi me ne në studion e Kinotekës Genbeko. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Shumë faleminderit për ftesën. Nuk e prisja. Nuk e prisja, domethënë pas një jave nuk e prisja që mbasi kemi komunikuar. Gen, pash një shikim gati dyshues, kur thash një personazh jam e bindur e doni shumë. Pse? Pse do duan shumë ti? Jo, pse dyshoj që e doni. Pse dyshon? Pak në komplotin tash i shqiptarit shekullor. Domethënë kur ty të duan shumë ti gjithmonë mendon duhet të ketë shumë që të urrejnë. Ose ta kanë me hile, ose kanë me hile, ke parasysh domethënë mundohen të bëjnë gjithçka që. Po jo, nuk unë do kisha një përshëndetje speciale për gjithë ata që ndrojnë pampersa në këto momente, sepse duket si kështu, Po ç'ne? Jo, s'më kishte shkuar kurrë në mendje që mund t'i përshëndeste dikush. Jo, duhet t'i përshëndesim sepse këta i bie të jenë prindër të rinj, shumë të rinj. Edhe këta sjellin në jetë të reja, pra mendojnë për të ardhmen. E vërtetë është. Pra nuk është çështja tek ato që ndrojnë, është çështja tek ato që rrisin. Edhe unë do jem shumë shpejt në atë fazë. Bravo, vjet me yll. Jo se nuk e ka kaluar si fazë njëherë, po e kalon për herë të dytë. Po. Bravo. Okej, domethënë e ke mësuar dorën me të parin. I pari është që të rrëzohet, 37 temperatura ti vrapon në urgjencë. Ne vërtet është. Me të dytin e kështu e lëri të shkoj 38.5 edhe pastaj ca kompresa dhe i kalon. Imagjino si ja kanë bërë prindrit tanë që nuk kishin as mundësit për të na i ofruar të gjithë këtë urgjencën që e kanë prindrit e rinj sot. Jo, më pse kanë pas dhe prindit tanë, na janë gjëndur. Jo, na janë gjëndur patjetër, po. Gjyshrit sidomos me këto kurat tipike. Pra, për shembull, unë mbaj mend Ogen se tani më kujtu. Ne kur smureshim. Po. Imagjino sot është dikur. Sot është gjë me zakont që ti bësh një suf fëmijës kur smuret, kurse ne na blini sufllaqe kur smureshim, nuk e di për ju. Po që brezi i ri shumë sufllaqe. Unë jam brezi kokodaçit, di kokodaçin? Jo, për zot. Çfarë janë kokodaçi? Kokodaçi ishte një gjë që bënin gjyshet ose mamat në atë kohë, merrnin pak vaj, pak djath, edhe buk, edhe bëj kështu si tule ajo dhe e bënin si në formë topi, si në formë veze.
Edhe Si qoftë të shtëpi do. Edhe të thoshin është kokodaç. E ke parasysh çata haje. E ke parasysh çata haje. Jo se Buk tani buk me vaje me djathtë kemi ngrënë gjithë, po jo ta bënim Jo, në ta formë bënin vetë. kështu domethënë që të dukej interesante për ty. Si punë e këtyre kinës, domethënë që kur e hapësh një surprizë më vete, domethënë kjo kur e hapje ti s'kishte asgjë brum kishte aty, po ishte një gjë kështu, ose kanë qenë ca ushqime të tjera. Kjo bunga me vaj me krip për shembull, edhe. Po ja, për shembull ti e kujton. Shkulje hudhra nga oborri i gjyshit, kanë qenë shumë të bukura. Ti e kujton, kurse këto çokoladat, këto vezët kështu ne nuk është se kujtojmë sa herë që Po se kujtojmë ne çokolada parë që provuam ne tamam, domethënë që na dukej tamam ishte një çokoladë Hilal, e ke parasysh që kush e di se ku prodhoi ajo në ndonjë skut të Turqisë në atë kohë, mbushën të gjithë, domethënë. Le ta testojmë. Po le ta testojmë te fëmijët shqiptar. Ti ke kaluar ca vite në komunizëm apo jo? Ha? Unë po kam qenë 11 vjeç, domethënë në thënjishin kur ndryshuan sistemet. Edhe Domethënë i mban mend mirë ato. po shikoj nuk e nevojë të mbash mend diçka që është akoma e tashme. Shi. O sa e trisht. Ishte shumë e trisht kjo. Pse ju mendoni që ka ndryshuar sistemi? Po ne nuk e dim se kemi jetuar, se kuptojmë ndryshimin. Tash Me fjalë po. Unë kam jetuar shumë pak. Me vite po, me vepra mbetet për tu parë. Unë kam jetuar shumë pak, por kam jetuar mjaftësueshëm dhe kam arritur në moshën dhe kam deri diku bërë kërkimet e mia që të kuptojmë që neve nuk kemi ndryshuar asnjë gjë në këtë drejtim, domethënë. Ore se shumë shpejt. Meriti shumë për të qeshur Po bëj shumë serioze situata. Shumë shpejt u futëm në thella, po mirë që u Do futëm. doja që ta specifikoj Eugen kur tha unë kam jetuar shumë pak në komunizëm sepse duket sikur ka ardhur nga një kohë tjetër. Edhe kjo mund të ndodhi. Edhe kjo mund ndodhi. Si kjo puna, ke dëgjuar për teorinë e rimishërimit? po. Aha, po. Ka shumë njerëz që e besojnë për shkakun. Rimishërimin. Kanë qenë elefant dikur për shkak. Tani shkenca ka provuar sipas studimeve, se unë duhet të them gjithmonë sipas studimeve në rastin që janë studime të lexuara, ka vërtetuar transmetimin e genit nga brezi në brez. Dhe geni transporton informacion përveç anës po themi molekulare të vetit. Pra, në momentin që ne kemi një fëmijë, i cili është 50% genetikisht nga joma dhe 50% genetikisht nga jadi, se kështu janë gjithë fëmijët, 50 me 50 janë nga ana e kodit gjenetik. Në momentin që ky gen transmetohet në një jetë tjetër, në një farë mënyrë geni rimishërohet. Pra ajo misticizmi po themi apo nga ana e fetare e rimishërimit, në realitet shkenca sot po e provon që është e vërtetë. Ka shumë gjëra që neve i kemi dëgjuar dhe i kemi si mistike dhe si legjenda. Po kanë një shpjegim shkencor. Sot po marrin shpjegime shkencore, sepse shkenca po përparon dhe po vërteton që gjëra të tilla ndodhin. Pra kur e mendon holl, rimishërimi nuk është dhe aq i pamundur, sepse në një farë mënyrë rimishërohet. Geni rimishërohet, kalon nga një brez tjetër, nga një brez tjetër. Interesante. Po më bëri përshtypje që the vazhdojmë të jemi në atë kohë akoma. Çfarë do të thënë? Po sepse shikoj mentalitetin e gjërave që ndodhin, sistemi që është ndërtuar, që ishte një sistem që u trashëgua dhe më duket sot për shkakun dhe kuptoj që ky është një sistem, sistemi në cilin po jo vetëm Shqipëria, ndoshta edhe vendet e tjera të Evropës lindore, në një farë mënyrë vazhdojnë të udhëhiqen po prapë nga trashëgimtarët e të njëjtit sistem. Pra ato teoritë konspirative që dikur u bë një marrëveshje që do e bëjmë kështu, do e bëjmë ashtu, këto nuk janë më teori konspirative, sepse ekzistojnë dhe dokumentacioni për këtë gjë. Pra edhe këtu kemi prapë të bëjmë me rimishërim. Po përveç kësaj. Po vetëm se janë rimishëruar njerëzit e gabuar, më vjen keq. Duhet ta kishte ndalur dorën pak zotin sa gjë. Po përveç kësaj. Shiko, ata mund të jenë të njëjtët ose fëmijët e tyre, ë? Po, jo, ata janë më keq, janë më të sofistikuar. Okay. Domethënë, lufta është po njësoj, shkakton po njësoj viktima. Dikur ishin më agresive, më tribale, bëheshin me shpata. Sot bëhen nëpërmjet armëve kimike, viruseve. Domethënë këtyre elementeve po themi të modernizmit, që ndoshta janë edhe më vrastare dhe më po janë më të buta, të vrasin me buzëqesh. I beson për shembull këtë teoritë që po kthehemi te Covid-19. Po. Që ne na erdhi ky virusi
përmes shpërndarjes nga ajri, teori të ndryshme që e Jo, beson? me sa di unë ajo tashmë është pothuajse e pranuar, Po, si është fakt e që pranuar. ai ka qenë është prodhuar në një laborator në Wuhan, në Kin. Pra nuk është se erdhi nga natyra, diku Po, nga po. një lakuriç natë në një shpellë. Jo, Pra ka qenë i prodhuar. Okej, po shpërndarja po them. Ata madje duhet ta dëmshpërblejnë atë lakuriçin të cilin e akuzuan pa të drejtë. I Gjori. Për Sipas dëmtim ligjeve në imazhi. fuqi për Për dëmtim shpifje. imazhi. Ai Nuk- shkreti nuk- është xhala lakuriç ti do dhe ta degenerosh si figurë. Nuk e di se si e ka përballuar emocionalisht I Se Gjori. di, domethënë, po me siguri e kanë rekrutuar, është në Kanada, i kanë Se- bërë aty shiring. Ore, o Gent, kam përshtypjen që do të dëmshpërblejnë dhe miun tani. Të gjithë Me kafshët. këtë- Do vi një moment se kafsha më e egër në botë faktikisht jemi neve, qenit njerëzore. Se jemi edhe më inteligjentët Po. deri diku. Po, më Më fal. të shumanshëm. Është si puna e asaj fotos, një peshkaqen dhe një njeri thellë në Po. det dhe thoshte Kush ajo është që- dreka? Jo, thoshte që kjo është një kafshë e egër që shkatron vret bën Po. dhe aty po noton paqësisht një Një peshkaqen. peshkaqen. Jo, është e vërtet, është e vërtet. Po lexoja sot në fakt disa njerëz që kërkonin që kishte një ndryshim, eksperimentet mos bëheshin më tek kapjet për shembull. Po të bëheshin ke Po të njerëzit. bëheshin tek njerëz. Jo se nuk janë bërë, thjesht nuk i kanë thënë. Jo, po tek njerëz për shembull po themi në këtë rast për dhunuesit, pedofilat. Po. Njerëz që nuk din të Ti do thonë ishe jo. ti do kështu ishe që- dakord apo jo? E pse As të mos kundërshta, me thënë thjeshtësisht i ekzekutojnë për shembull këta që ti përmende? Po Pse duhet të eksperimentojnë Ne, se ata? nuk dua të dalë me deklarata të tilla se Jo, shiko, un jam prind mbi të gjitha. Domethënë edhe kur vete puna tek ajo kategori që ti përmende, un jam shumë kategorik, domethënë. Është i vetmi moment që un jam I pamëshirshëm, si thosh, në përgjithësi mundohem të frenohem gjithmonë. Por në atë pikë jam I ndjeshëm. Nuk e gjithë pranoj jemi të dot domethënë një kategori të tillë shoqërisë njerëzore, edhe pse kjo ka ekzistuar ndër shekuj. Ndoshta që me krijimin e njerëzimit, po është shumë disgusting, do të thonë, është e pështirë. e vërtet është. Dhe besoj nuk ka nevojë të jesh prind për të mbajtur të njëjtin shëndrim. Mjafton të jesh njeri, të jesh një qenie njerëzore dhe të kuptosh që liria jote mbaron aty ku fillon liria e tjetrit, respekti I moshave edhe të konsideruarit, po themi që ti nuk mund të merresh kurrë me një fëmijë, domethënë. Nëse ka një qenie më të pafajshme në botë janë fëmijët. Absolutisht. Ta besoj plotësisht këtë, duke I referuar dhe faktit që e nisi duke përshëndetur ata që ndrojnë Pelena në këtë kohë. Megjithatë dua të Edhe një herë I përshëndesim ata që ndrojnë Velena. zjat sa Se janë ndrimi të Peleni 2 për procesi Pelenave, I ndrimit Pelenave zjat sa me thënë drejtën. Shiko se dua të ngacmoj pak te kjo pjesa e sistemit që vijon. Po shiko, thash që ata mund të jenë të njëjtët ose fëmijët e tyre në rastin tjetër, Ama thonë se jo domosdoshmërisht janë fëmijët e tyre, fëmijët ideologjik po në bindje, jo biologjik domosdoshmë. Ama sistemin ata e ndryshuan. Ata e ndryshuan sistemin për të përfituar vetë, nuk e diskutoj. Po ama po përfitojmë edhe ne, po përfiton ti se ti mund të lëvizësh lirë, apo jo mund të shkosh të jetosh në Kanada. Shiko, jo, të bëhesh I famshëm. Jo, nuk është merite e tyre as pak. Kjo është merite e lëvizjes mënyrës se si evolon gjithë bota. Nuk është nuk besoj që është merite. Tek e fundit shiko ligjet edhe këto kodet të cilat respektohen sot I krijuan vetë njerëzit. Dikur nuk ka pasur kufi të tillë. Ka pasur fise. Domethënë teoria e kombeve ka qenë ndryshe, nuk është si sot. Është e vonë teoria e kombeve. Dhe njerëzit prap migronin lirisht. Dikush pushtonte, dikush pushtoi, dikush pranonte në paqësisht, po themi siç kemi pranuar me slavët, llafi që bie. Kupton që u dyndën në trojet tona në ato shekujt që u dyndën. I pranuam, urdhoni rezultatin. 4 luftra ballkanike. Duhet shikoj, njeriu duhet të kuptojë mirë dhe duhet ta masi mirë kë fut në shtëpi. Ti mund të kesh shumë njerëz, po varet kë fut në shtëpi. Njerëzit fut në shtëpi duhet I shikosh mirë para se ti futesh në shtëpi. Ne për atë mikpritje mbahemi. Po mikpritje na ka marrë qaf. Po për një gjë tjetër që është të shprehurit të lirë që sot e kemi. Po ne jemi natyra që flasim lirshëm, paktën unë besoj edhe ti, sigurisht. Po mua pse s'më përfshi. Edhe po prit. Po jo, prit se është një gjë tjetër, se e di Egon. Se s'doja të fut. Opa, 2 meshkuj tani violën. Se s'doja që të fus janë burg bashkë me ne që penalizohemi nga të folurit lirshëm, oj Viola, për ty mendova. Se ngacmon njëri violën. Për të mirën tënde mendova. Ta din ata nga është Viola se ngacmon njëri. Po edhe shpendi që e kishim edhe sa të tjerë. Do ishim burg me këtë kokë që kemi. Po shiko. Mund të ishte kjo që thua ti. Po kujt I ka ardhur keqë nga burgu herë. Pra.
Po më çfarë flet burgu është shkollë e lartë. Ka vësi një shprehje me këto që përfundonin burgun një herë që ku isha në universitet. E quajnë edhe si një universiteti, pavarësisht se diplomat janë ndryshe. Po flisnim për këtë pjesën e lirisë. Ne mendojmë se jemi më të lirë për të shprehur, por tek e fundit ti sot jeton midis një burgu shumë më të madh. Sepse sot burgu më i madh është burgu mendor. Po ta vësh re vetë izolimi i individit, sidomos në vitet e fundit, ka ndodhur në një mënyrë të merrsisht të shpejtë dhe është tragjike ajo që ne shohim. Domethënë duke qenë edhe një çik pjesë e fushës së terapisë nëpërmjet arteve, e shoh, domethënë e shikojmë edhe tek klientët që kemi edhe tek brezat që po rriten me një lloj vetmbyllje, në një kohë që duhet ishte e kundërta. Në qoftë se atëherë ty të mungonte liria e fjalës, por ti e kishe mendimin, sot është shpërhapur liria e fjalës, por ke mendime të sekta. Okej. Sot fëmijët e tu po edukohen nga Reelsa, Instagrami dhe TikToku. Pra nuk është se po marrin, domethënë sot të del që domatja të bën mirë për shkrirjen e dhjamit dhe jo avokadoja, pastaj del avokadoja që i bën mirë trurit, po si bën mirë veshkës, se për veshkën bën mirë ta hash domaten dhe jo avokado. E kuptoni domethënë sa tragjike është? Në vend që të konsultohesh me një doktor, njerëzit kanë filluar të marrin leksione nga Reelsat. Po të kishim shëndetësi falas, shkonim te doktori, nuk shumë. Po shëndetësi falas, nuk është çështja e shëndetësia falas. Jo, do të shëndetësia falas është, po ai përmbush kriteret për. Do dalin doktorët jashtë loje, do përfundojnë gjithë te psikiatri. Siç përfundojnë. Një temë tjetër kjo për të diskutuar, se në Shqipëri më ka bërë shumë përshtypje kjo pjesë. Domethënë që njerëzit shkojnë fillim te psikiatri, pastaj te psikologu, pastaj ke terapia. Në fakt është e kundërta. Nuk e di domethënë pse ndodh kështu. E marrin dozën e fortë në fillim, domethënë. Marrin ndërkohë që të gjithë e dimë që psikiatri është mjek, ndërkohë që psikologu nuk është mjek, është ndihmues, nuk është shërues. Siç është dhe psikoterapisti, siç janë edhe shumë fusha të tjera domethënë të këtu e kam parë, po nesër se kaluam nga një temë tjetër. Jo, si janë, shikoj janë gjitha tema. Po flisim për burgun mendor. Burgu mendor është më i rrezikshëm. Mendja jote është më e rrezikshme se të gjitha mendjet të bëra bashkë. Nëse në një moment mendja jote fillon të punon keq, ti ke një problem shumë të madh. Shpeshherë neve i fusim vetes pa dashur, nuk dim as të balancojmë energjitë. Po t'i vësh re njerëzit vuajnë në përgjithësi dhe se kuptojmë se vuajnë, por vuajnë sepse energjitë e tyre negative i pushtojnë. Domethënë bisedoja me ca miq para kohësh edhe flisnim për këtë çështjen që e ketim, thoshin mua këtë që kur vjen dikush afër ka një energji të keqe dhe kështu. Thashun po e kam edhe. Tha po ç'a bën ti? Largohem. Si largohesh? Po largohem valla, për ç'a ti rri afër? Një energji të keqe negative. Ose mbase nuk ka një energji të keqe, por thjesht një që të vjedh energjinë tënde. Po thjesht ose të vjedh, po ai është pastaj është një vampirizmi, po themi se është edhe gjithmonë kjo loja e energjive, dikush do të dominojë më shumë, dikush më pak, e kanë natyra njerëzore. Po gjëja më e mirë është largohu nga e keqja, largohu nga një gjë që të bën të ndihesh keq, nuk e nevojtërisht, gjej një format tjetër. Më thoshte një ditë flisja me bashortën, më thot mua që po dilta lëviz në çik ndonjëherë krahasysh. Jo se rimbyllur në shtëpi, po. Dhe vëre kam ato momente mia unë që dua të rrim atë ambientin tim, shpellën time në një farë mënyrë në thonjza. Edhe i thash po pse, i thash më mirë rri 3 orë, merre me pemët në obor, me barin me këto, se sa të shpenzoj gjysmë ore me një njerëz që s'më thot asgjë. Se nuk kemi dhe mosh, nuk na mban më që të durojmë. E thua jo, dua relax, dua qetësi, dua energjinë e mirë, nuk e dua energjinë negative. Kur e kuptove këtë ti kënd? Pra, që koha jote është aq e çmuar, koha jote, imja e gonit e gjithëve ne, është aq e çmuar sa ne s'mund ta çojmë dëm në gjëra që s'na shërbejnë, në njerëz që s'na shërbejnë, në biseda që na vjedhin energjinë. Kur ishte momenti që ti e kuptove këtë? Tashi datën eksakte nuk e. Jo, nuk po flasim për datën. Kur ndodhi? Jo, kjo ndodhi kam përshtypjen që unë mbasi hika pata një lloj katarsisi. Domethënë kuptova që duhet bëja një katarsis me veten. Duhet të rifilloja gjërat nga e para. Të filloja një lloj rikonstruktimi, rikonfigurimi të vetes. Ti nisi gjërat nga e para? Nga zero. Nga zero, po ti e para është si për zeros. Po si nisi nga e para? Ti aktor je dha atje?
Po mirë. Apo e nisi atje po thua nga zero. Është histori më vet ajo, domethënë unë kisha vendosur që mos të merrsha më. Okay, e kuptoj. Prandaj po thua që vendose ta nisi nga zero, e kuptoj. Jo, vendosa ta nisi nga zero, po jo nga çështja e karrierës, nga çështja e të gjithave. Domethënë dua të jem në një vend, se unë përgjithësi nuk është se nuk e di si më shohin njerëzit nga jashtë, se unë nuk është se po nuk e di si më shohin, po jam në përgjithësi jam një natyrë që nuk është se kam shumë qejf të bie në sy, në sensin në rrugë ose në do thuash tipo ti lëviz me motor e kështu, po ajo është pasioni im, nuk është qartë, jo, nuk ka të nuk hyj ke ato lloj vipa që blen motor me ran sy nëpër bulevard. Domethënë unë e kam pas gjithmonë pasion dhe ëndër, edhe e kam në një lloj terapie time, kështu që sidosh jam në botën time. Qartë, qartë. Nuk e bëj që dikush të thotë, "Oh, çeka ky çuni" që jo. Jam përgjithësi domethënë pak timid, le të themi, i turpshëm në sensin e edhe ku e kisha thënë? Kur ishte data që në momentin që ti vendose. Më pre filmin në një moment. Po meditoja shumë, po imagjinoja veten shumë timid në atë moment. Jo, nuk kishte datë, kishte thjesht ky lloj procesi që ti fillon, domethënë, rigjen disa aspekte të tuat, edhe fillova të kuptoj që shpesh herë ne çfarë bëjmë? Ne mundohemi të hedhim gjithmonë fajin të tjerëve. E drejtë. Domethënë, ose mundohemi ta justifikojmë një gjë që e bëjmë gabim. Po. Në një kohë që në momentin që ti bën gabim, mos e justifiko. S'ke nevojë ta justifikosh. Ajo u bë, u krye. Mundohu mos ta bësh më. Mundohu ta korrigjosh. Domethënë dhe jeta vazhdon më kollaj, bëhet më praktike. E njëjta gjë është edhe me pjesën e mënyrës së menduarit, domethënë, kush ta ka fajin, s'ta ka fajin njëri. Shiko ti ku e kishe ti pikën e dobët, që tjetri ta shfrytëzoj dhe që ti mendon se ai të ka faj ty, ai nuk të ka faj, ai atë do bënte. Po, ke le, apo i dhe ajo, terren. Çrëndsi ka, domethënë, se themi ai po e bëjmë si marrëveshje fjalë, domethënë, jo se un jam një maskilist i qelbur që jo, nuk je kështu. As pak. Dukshëm. Jo, nuk jam, jo, realisht nuk jam. Edhe s'ma lejon edhe profesioni tjetër, domethënë, nuk ma lejon. Ti jem si thosh gjykues në shumë. Por ama gent dikush që unë vlerësoj shumë më ka thënë një fjalë që më ka ngelur. Traumat vijnë gjithmonë nga jashtë. Gjithmonë. Ai s'ka bërë ndonjë mati që më ka thënë këtë. Po për të thënë këtë gjë që njerëzit e tjerë në një situatë toksike, në një shoqëri toksike, na bëjnë dëm, na bëjnë shumë keq me një probabilitet shumë të lartë se çfarë mund t'i bëjmë ne vetes dëm. Megjithatë ka apo është për justifiku për justifiku veten. Është më tepër, është pak këndvështrim disfatist, do thoja unë. Nuk është shumë progresiv si mendim, domethënë që gjithmonë të tjerë na shkaktojnë trauma dhe apo në një shoqëri toksike. Në një shoqëri toksike, kush e bën shoqërinë toksike? E bën toka apo e bëjnë vetë njerëzit? Nëse e bëjnë vetë njerëzit, çfarë bëjmë neve që e kuptojmë këtë që të mos jetë kjo shoqëri toksike? Po themi, në qoftë se ty dikush të bezdis në një moment në rrugë, po marr një situatë banale fare. Të bezdisi dikush në rrugë. Gjë e parë që ty shkon mendje është që ti kthehesh me të njëjtin ton. Ndoshta nuk është mirë ti kthehesh me të njëjtin ton, sepse ai do sjellë thjesht një konflikt. Pra do sjellë nga ana e mendimit është disfat. Do ndodhi diçka, mund ndodhi një sherr, mund të ndodhi një përplasje, çfarë si ka. Do ofendohen minimalja. Sigurisht po. Në një kohë që nëse ti e kupton që ai tjetri është i nxehur dhe ti i flet me një ton më të butë, më qëndrues, por njëkohësisht edhe jep të kuptojnë që kjo është një budallik që ti po bën. Ti je i bindur që dal nga dal njerëzit fillojnë edhe e kuptojnë. Qartë. Mua më ka ndodhur në jetë, nuk është se s'ka ndodhur. Nuk është se unë s'di të përgjigjem. Unë mund të di të përgjigjem edhe shumë më mirë ndoshta në bazë të formimit. Por kam thënë këto, okay. Ky është një moment kur tjetri është i nervikosur, unë s'kam nevojë të jemi nervikosur. Unë duhet të jap të kuptoj që nervi jot nuk shërben për këtë gjë tani. Nuk i jep zgjidhje. Nuk i jep zgjidhje situatës. Dhe kthehemi i buzëqeshje, e kthehemi një fjalë më të ngrohtë, jo të përulur, që mos të ta marrë kujtoj që ti tash je, sepse në atë moment pastaj agresiviteti shtohet. Por i jep të kuptoj që, okay, domethënë relax. Nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar. Ja çon goditjen në huq, e thon ndryshe. Po, ja çon goditjen në huq, si në boks. Po ne kemi pak në shpangë 2-3 herë pastaj. E kemi pak në natyrë si shoqëri, kam përshtypjen që kur tjetri flet çet, kur tjetri nuk acarohet, kur njeriu përpiqet të thojë që mund edhe të komunikojmë, nuk ka nevojë vish me damarin që ta dal këtu. E marrin për dobësi.
Përgjithsisht kjo është përshtypja që kam krijuar unë në shumë situata. Po prandaj thash unë, ka ndonjë moment për shembull ti e ndjen që energjia është negative, ndonjëherë mjafton dhe thjesht largohesh edhe mos ta mendosh shumë dhe mos mundohesh të korrigjosh botën. Nëse kur isha 20 vjeç mendoja që ti nuk je asnjëherë i vjetër për të ndryshuar botën, ka qenë një shprehje kështu në anglisht, domethënë këto citate që lexonim ne si të rini që ishim, domethënë që mendonim ne ti bënim dhe tatuazh të lloj citatesh, domethënë. Dhe kur vete puna, sot e kam kuptuar shumë mirë që ti nuk do ndryshosh asgjë nga kjo botë. Kjo botë është aq e lashtë në kohë, sa që vetë ky njerëzim që ne jetojmë, ky civilizim, ky, domethënë që kur njeriu po themi u krijua në këtë tokë si qenie dhe nesër edhe mund të zhduket në ciklin universal të gjës, neve nuk jemi as një sekond nëse ta shikonim botën si orë. Pra kur dëgjoj dhe kjo është arsyeja për shkakun dhe argumenti im, dhe jo thjesht argumenti im, po argumenti që këtë faktikisht e kam dëgjuar nga një profesor, nga këto shkencëtarët që mblidhen dhe bëjnë që flasin për vrima e ozonit, ndotja e ambientit, kështu e ashtu këto ngroja globale, janë këto koncepte domethënë që afusin njerëzve dhe ndërkohë shteti i fut taksa pastaj, do pagush taksën e karbonit, domethënë të gjitha këto në thelb ky njerëzim është as një sekond në këtë orën e madhe. Jemi shumë vëzhgë, jemi shumë vëzhgë mbi tokë. Si ka mundësi që neve me një sekond prishëm një sahat të tërë? Sigurisht që njerëzimi, një pjesë e njerëzimit ka fajt e veta, kur vete puna që i hedhin ato plerat apo gjonat në për lumenjën në për kështu, kjo është pjesë e njerëzimit. Po kjo nuk e shkatron dot kollaj atë që po themi dora e Zotit apo e natyrës e ka ndërtuar për kaq shekuj, domethënë, për aq sa kemi ne informacion. Do thotë që procesi i shkatrimit ka nisur shumë kohë përpara dhe ka arritur tani në këtë fazë se ne kemi tendencën të jemi neglizhent ndaj asaj. Do i ngrihen botës në një moment, do i ngrihen nervat, do ja bëj bam. Si nuk e di çfarë date ka qenë ajo e shumë pritura e dhjetorit 2012-s? Po, 2012. Ne kemi këto data kështu. Nuk e kuptoj dot sa naive kam qenë që prisja vërtet ndodhte në ish. Po çfarë, si morë masat? Domethënë, masat mira se çat 12 vjeç çfarë do bëj, do futesh apo konservator. Ai sigurove kukullat të paktën që ti shpëtonin. Unë dua të kuptoj tani, ti e njeh shoqërinë shqiptare, njeh edhe shoqërinë perëndimore, specifikisht shoqërinë kanadeze. Pyetja ime është, dua një përgjigje të drejtë për drejtë, po jo thjesht kështu kuriozitet bosh, po dua ta kuptoj me gjithmend, se unë nuk e njoh shoqërinë perëndimore. Kuptimi që s'kam jetuar atje, jo se s'kam jetuar. Është vërtet, me të vizituar nuk e njeh me të vizituar, sado të jesh. Me të vizituar je turist, të duket çdo gjë e bukur. Po je turist, po nuk je futur në vështirësitë e atij konteksti. Po. Ne shqiptarët kemi për të bërë apo s'kemi për të bërë? Po fakti që ne bëhemi jashtë, nuk do thotë që s'mund të bëhemi brenda. Problemi është që neve kam përshtypjen që nuk po na lën të bëhemi. Domethënë, pse nuk po na lën? E para nuk po na lën vetja jon që të bëhemi. Jam shqiptar. Pse e them këtë? E them këtë sepse të gjithë presin që të vi dikush edhe të na shpëtoj. Siç kemi pritur gjithmonë për çdo trajner të rit kombëtar se do na çojnë botror. Do na çojnë botror. Është domethënë e njëjta gjë është. Ne presim që dikush të vi dhe të ndrojë sistemi. Dhe pastaj domethënë ne vazhdojmë dhe jemi ne që e financojmë këtë sistemin. Domethënë ne jemi që e votojmë këtë sistemin. Dhe këtu s'flas majtas djathtas, s'flas për gjithë klasën politike. Sepse ta thash, un kam qenë 11 vjeç në atë moshë dhe sot mbas 35 vjetësh, domethënë shoh që është po e njëjta rrot, është po e njëjta karrocë, është po një vertikal troje, domethënë që vjen vërdall nëpër Shqipëri. Ore dgjoj, siç thoshte dikush tjetër, se ti the ne presim dikë që të vijë të ndrojë sistemin. Edhe nga që sistemi ndoshta është populli. Po. Mos duhet ndruar populli. Jo, po shiko, populli në thelb se e kam folë edhe kur bëjmë me shpendin me truzgallata, domethënë. Edhe ndonjëherë ka pasur edhe nga këto, domethënë njerëz që e shikojnë në mënyrë shumë naive gjën, edhe un kam pasur në një moment kam thënë që populli nuk ekziston si koncept. Edhe si ekziston populli, ose gjithë marrin sigur vetëm populli shqiptar ekziston në botë, domethënë popullit e tjerë. Ndërkohë që koncepti i popullit është një koncept pak abstrakt, sepse popullin e bëjnë individët. Pra, nëse ne jemi një stiv me dru të shtremët, nuk mund të ndërtojmë një stiv drush të drejtë, se janë të shtremët të gjitha, nuk do qëndrojë stiva. Pra, individët e bëjnë popullin. Populli vetë nuk ekziston. Duhet jenë individët që kur bëhen bashk,
secili për qëllimin e vet, se të mendosh për shembull të gjithë për një ideal, për shembull ky është parim bolshevik nga i cili domethënë vujti gjithë Europa lindore. Populli është inekzistent, po që se individi është inekzistent. Në qoftë se ti pret që të vi Genti të të shpëtoj ty, e ke gabim. Genti nuk do të shpëtoj ty, Genti mund të vi të të ndihmoj ty, po ti duhet vetë shpëtohesh. Pra ti duhet bësh katarsis me veten tënde dhe pastaj të influencosh dhe të tjerët që të bëjnë katarsis me veten e tyre, ta kuptojnë që në qoftë se ka ardhur një moment që duhet ndryshojnë gjërat, duhet ndryshojnë sepse jemi ne të parë që do ta kërkojmë individualisht dhe pastaj bashkërisht që gjërat të ndryshojnë. Këtu nuk ndryshojnë gjërat, këtu nuk bëhen dot dy mendje bashkë. Dhe nuk është problemi se kanë vetë fajin vetëm njerëzit. Edhe ndikimi i atyre njerëzve që e zotrojnë këtë lloj sistemi, sigurisht që është gjithmonë i fortë. Do është i fortë nëpërmjet presionit, është i fortë si propagandës, Kulaçit dhe Kërbaçit. Po. Kulaçi dhe Kërbaçi ka pas qenë një shprehje dikur domethënë. Karrota dhe shkopi dhe shkopi, që se është më anglofone kjo. Domethënë duhet që ti ta përballosh të lloj trysnie që të bëjnë, të fillosh në mënyrë individuale dhe pastaj njerëzit bashkohen rrugës. Po këtu ka vdekur dhe nervi në një farë mënyrë dhe jo vetëm këtu, ka vdekur nervi në përgjithësi, unë e shikoj edhe në Kanada. Se nuk është se është fushë me lule Kanada, edhe Kanadaja ka një lloj koncepti social, po gati është në parametra alla komuniste. Kujdes këtu, mos fol këtu, mos bëj këtë, mos bëj atë, domethënë shumë rregulla. Censura gjëra. Tani nga një anë domethënë nuk kanë faj sepse tek e funit Amerika e Veriut në përgjithësi është një shtet i krijuar, janë shtete të krijuara nga, po themi, nga imigracioni, nga pushtimi. Pra kemi ato kombet e para, të cilat janë ato që ne i quajmë indian, që kemi parë në filma, indigjenët, domethënë po kombet e para janë ato, si çu të pak konsiderohen andej. Dhe pastaj ke komplet prurjet që kanë ardhur europianët, edhe sot vinë nga të gjithë bota. Janë popullata heterogjene dhe vetmja gjë që i mban në një farë mënyrë bashkë është ligji, është sistemi. Dhe ato kanë ndërtuar sistemet e tyre, nuk janë perfekte, por e mbajnë. Ndërkohë që neve, po themi në Shqipëri apo në Europë në përgjithësi, shtetet janë më tepër popullata homogjene, janë më tepër vendasit, domethënë. Dhe kur nuk funksionon të vendasit, imagjino në qoftë se nesër, siç ndodh, se popullatat lëvizin, kanë lëvizur gjithmonë. Është e kot që themi ne që emigracioni, ikja sigurisht që është në masë, por nuk është se s'ka ndodhur ikje, ka pasur gjithmonë. Është natyrshme, edhe ikja dhe ardhjet janë të natyrshme janë gjëra. Sepse në një farë mënyrë njeriu emigron edhe në bazë të kur shikon që nuk ka mundësi në vendin ku është, në rastin tonë për shembull Shqipëria. Po shikoj, Shqipëria është e vogël, që ta sqarojmë, po themi është i natyrshëm emigrimi, jo spastrimi, se mos ka ndonjë që po na keq kupton tash. Kjo pastaj kjo është një teori tjetër pastaj që 1 milion njerëzve është diçka normale se ndos. Jo, normale nuk është. Në këtë mas. Po flasim që 10.000, 20.000 është e kuptueshme, po 1 milion. Ka një pjesë që është emigracioni, që është i kuptueshëm, që njerëzit domethënë ndonjëherë do kërkojnë mundësi më të mira dhe më të shumta. Pastaj çështja e spastrimit, unë vetë kam një lloj bindje goxha të theksuar në kokën time që neve jo thjesht emigrojmë, ne po spastrohemi si kom. Absolutisht, edhe unë ndaj plotësisht me ty. Se qysh se tek, domethënë nuk hy shumë në konspiracion, më pëlqen që të shoh fakte, po kur ti shikon shumë koincidenca, ato nuk janë më koincidencë. Fillon dhe mendon që kanë lidhje me njëra tjetrën. Se gjërat sot lidhen, informacioni rrjedh. Ti duhet sigurisht ka dhe informacion, po themi, deformues rrugës. Ajo takon ty ta përzgjedhësh të filtrosh informacionin. Po që po ndodh. Është diçka sa serioz show. Po, muzika na tensionon. Në një këngë që të pëlqen ty që po e dëgjon së fundmi, ja nuk e di e ke të preferuar. Çfarë këngësh keni aty? Hapi çik frigoriferin? Buk me unë për shembull kam një këngë që më pëlqen shumë që është një këngë Morrissey. Po, Morrissey është një kantautor anglez që ka titullin Petty Little Thieves, duket. Pretty Little Thieves. Petty, domethënë të vegjël. Petty Little Thieves. Mirë, vendosim ja 2 nga playlista. Po, shikoj një po gjetë Morrissey mirë. Në rast kundër pastaj Further On Up the Road të Bruce Springsteen. Okej, shkojmë me muzikë. E dëgjojmë edhe rikthehemi më njëherë për të vazhduar.
Mirë, ja ku jemi rikthyer, vjojmë time këtu në studio me Gent Bacon edhe me kolegen time me Violën. Viola, të ka marrë uri aty? Po. Doj çik sheqer? Jo më ka marrë uria, më ka rënë sheqeri. Të ka rënë sheqeri, çu themi. Pastaj, me që ne folëm për mikpritjen shqiptare, po si më na vjen Genti këtu edhe ne si themi, o Gent, doj bono. Jam i ëmbël vetë. Jam i ëmbël. Sheqeri si shoku im me gjëra. Vërtet? Me vërtet? Jo, kam biemrin sheqeri. Që ka ëmbël. I ëmbël është valla. Shumë. Cilën nga këto shihet ke më shumë qejf? Se di, çfarë Domethënë cilën nga këto ngjyrat se me shije se Kemi vanilje, kjo duhet të jetë qershi. Po. Ç'është kjo? Lule shtrydhe? Lule shtrydhe. Edhe çokoladë apo Ka shoku kollë, edhe akullore edhe çokoladë. Edhe akullore edhe çokoladë. Edhe kadayif edhe baklava. Po ja, ajo me qershi ndoshta. Me qershi. Pse do ta hapësh tani? Nuk ham tani. Po ta jap, un po vazhdoj, po ha se më ka rënë. Nuk flas me gojën plot, po e marr se s'dua të të kthej dorë. Ti merr edhe haje Se thon pastaj I ktheu dorë. E gon apo je në dietë? Jo, nuk jam në dietë, jam në uri. Jam në kokoshka. Cilën? Po hajde më vetëm me qershi aty, ëh? Mos me lule shtrydhe. Me lule shtrydhe, okay. E di që lule shtrydhe janë shumë të famshme në Fier. Në Fier? Oh, ç'a nuk është e famshme në Fier? Manat mbaj mendon. Kurasan bonus sa herë që ju ka marr uria ose ju ka rënë sheqeri. Po shiko, kjo është shumë me mjalt edhe me fruta. Mjalt. Do me thënë kjo ka edhe qershi dhe pjeshk, edhe moll, edhe mjalt. Po. Vetëm kurasan bono mundi këtë gjitha këto bashk. Po. Tani. Bono YouTube. Për tu rikthyer. Ku e lam e ku na mbeti? E lam te vatani e mirë, apo si më këtu. E lam te kënga, ore, ishte këngë tjetër kjo më duket. Jo, kjo u ngatrova unë me titullin. Po është The First of the Gang to Die. Okay, super. Po është shumë e bukur për të kërcyer për shkakun në çift, kjo është shumë e lezetshme. Po. Se unë vdes të kërcej në dush. Në dush? Okej. Mos bulova shumë. Edhe të këndosh. Ti e di? Jo, për të kënduar jo, vetëm kur dua t'i ndjek njerëzit nga dushi. Mirë. Ore. Diçka më ka bërë përshtypje nga karriera jote, po në fillim fare, para se të niste ajo që e kishe një kështu një rrugë edhe këtej nga siguria, nga policia, nuk s'ka bëj apo jo. Jo. S'ka pas lidhje, ëh? Jo. Domethënë ti ke nisur Akademinë e Arteve apo ke pasur një dilemë në fillim? Në fillim po. Në fillim ka qenë, jo, jam përgatitur për arkitekturë. Për arkitekturë. Kisha bërë gati një vit kurs. Aha. Në Fier madje ka qenë një arkitekt shumë i mirë, Mujtin Kokalari. Okej. Edhe ai më duket se është në Kanada, në mos gaboj tani. Dhe kam pasur 3 ide, domethënë, 4 më saktë. Një ishte që ishte regji aktrim ose aktrim. Një ishte arkitektura dhe e treta ishte Akademia e Rendit. Ta pra. Po. Por pastaj xhaxha im I vogël, I cili sigurisht që më do shumë. Ai më tha atëherë, po ti ç'a kujton ta se je komisar Katani? Dhe faktikisht kur e mendoj sot me atë lloj idealizmi që kam pas atëherë, me siguri që diçka do kishte ndodhur, domethënë, duke parë se si kanë evoluar gjërat e sistemi dhe se sa e vështirë ka qenë sidomos për brezin që ka lënë rinia ime. Domethënë ti ishe në atë kohë në detyrë si një oficer policie, sepse ideja ishte domethënë të bësh karrierë në polici, nuk është ideja që ti të bësh thjesht oficer, po themi I thjesht. Po ti të avancosh në dhe me siguri do nuk ma bën mbar, nga që unë I kam pasur faktikisht, domethënë babai, xhaxhai, shumë kushurin kanë qenë pjesë e strukturave të Ministrisë Brendshme. Ministrisë Rendit si I bie. Ministria Brendshme na Ministria Rendit sot, domethënë se kanë qenë. Po që mendon me idealizmin që kishe dhe me kokën që kishe. Po, do kisha përfunduar si komisar Katani. Komi qua. Po mirë, do flisni mirë për ty. Larg qoftë. Po do të kishim maksimumi, do kishim vënë emrin në një rrugë. Megjithatë ne mirë për ty flasim edhe kështu siç je sot. Fal Zotit. Po un kam qenë gjithmonë kreativ si natyrë, kam përshtypjen sepse duke qenë se dhe pikturoj. Edhe kam qenë gjithmonë me pasionin për artin, sidomos atë skenik.
Dhe në fund faktikisht unë nuk shkova për arkitekturë për një arsye shumë të thjeshtë sepse më ran datat e konkurseve në atë kohë. Ra data që konkurroi për regji ishte në të njëjtën datë me arkitekturën. Edhe unë vendosa pa I thënë njeriu shkova konkurrova te regjia. Çfarë thanë kur e morën vesh? Është pak e rëndë në këtë orë. Po që sa e kështu shita njeriu. Nuk është se, domethënë, baba im më mërzit pak sigurisht, po që mamaja edhe ajo duhet të jetë mërzitur, po është natyrë që nuk e shpreh, domethënë, është gjithmonë ka një kështu shprehet pozitivisht, është natyrë pozitive në përgjithësi. Është shumë natyrë altruiste, gjithmonë mendon. Duke qenë edhe se ka qenë gjithë jetën pjesë e mësuesisë, histori dhe edukat, gjeografi. Kështu që nuk është se kanë pas kështu, dhe kur e fillova pastaj akademinë, nuk është se kisha pas në një, po themi në një përgatitje shumë të madhe, kisha bërë një takim me Ner Liçaj në atë kohë, mbaj mend që më dëgjoi një herë materialet, kisha takuar një pedagog tjetër, s'du ngatroj dhe emrat tash se më bëjnë lëmsh. Po, domethënë kisha marrë një 2-3 kështu piketa, nuk është se kisha, domethënë nuk është se isha shumë I përgatitur, e dija që duhet të marrësh 3 materiale. Po, për Edhe pastaj do të bëj një platformë në atë kohë, mbaj mend. Gjeta disa revista të vjetra, revista teatri, ka pas qenë një revistë që prodhoi dhe ishte në të gjithë teatrot domethënë jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë teatrot e rrethave, në biblioteka ata kanë pas një revistë teatri, ka qenë kështu e vogël, dhe aty publikoheshin para 90-s, publikoheshin këto platformat regjizoriale, drama ose komedi të ndryshme, domethënë dramaturgji shqipe. Dhe këto qarkullonin nëpër teatro. Dhe mbaj mend që në atë kohë isha akoma në Fier, I kishin marrë dhe po I pastronin dhe I kishin hedhur. Dhe shumë teatro e bën këtë lloj gafe. Këto duhet ishin pjesë e arkivave të teatrove, mendimin tim, sepse unë aty kam parë për shembull platformat të Serafim Fankut. Okej. Kam parë platformat Piromanit. Okej. Nuk e di sa regjizor të tjerë dhe aty e kuptova se si u ndërtonte një platformë dhe ne kishim në konkurs këtë platformë teatri. Platformë regjizoriale. Regjizoriale, po. Domethënë ti para se sot ka dalë një çik nga moda ndoshta ose ndonjëherë edhe për shkak të ignorancës edhe në shumë gjasa po. Regjizorët përgjithësi domethënë operojnë pa platformë, mendojnë që të marrësh një pjesë në mbledhësh një grup aktorë ta vësh në skenë. Dakor, ti e vënës në skenë, bravo të qoftë. Okej. Një regjizor I mirë para se të nisi një punë ka një platformë. Okej. Ka një plan pune dhe pastaj hidhet në sulm dhe e shpërndan tek trupa. Okej. Që të punosh mirë. Nëse do të punosh, ti kesh idetë e qarta, sepse arma më e fortë e një regjizori është argumenti. Nuk është as imponimi, nuk është as nuk e di elemente të tjera, domethënë, as frustrimet e tua që mund të kesh në jetë, është vetëm argumenti. Nëse ti ke argumenta, ti mund ta bindësh aktorin që të shkojë drejt rrugës që do ti mund ta qartësosh aktorin mbi të gjitha, se aktori është krijues më vete. Aktori nuk është një ushtar që duhet të të bindet ty për çdo gomarlik që ti je zgjuar në mëngjes edhe e ke parë në ëndër. Që ta kuptoj qartë, meqense ti mund të kishe bërë dhe arkitekt. Nëse atë ditë do shkoje te konkursi I arkitekturës. Ashtu siç në arkitekti bën planin e ndërtesës, ti po thuaj që që krijon. Regjizori bën planin. Ka një platformë, pra është një bazë në cilën ti mbështet gjithë elementet, bën një zbërthim të gjithës. Bën zbërthim të karaktereve, zbërthim të ngjarjeve, I përgjigjesh të gjitha pyetjeve ku, si, pse, çfarë, si, domethënë për ta kuptuar sa më mirë atë pjesën që do e vendosësh sken. Dhe në atë moment ke zbërthyer personazhet në ndërveprim me njëri tjetrin, ke krijuar një sketch, domethënë skic, ke krijuar një skic të se si do të jetë pak a shumë nga ana vizuale, po themi skenografia, kostumet, ku do rrajnë, çfarë kohë vendoset, pra ti ke bërë një analizë paraprake të vetes, të veprës, edhe të vetes xhanë më bën, se duke bërë analizë veprës bën edhe të vetes. Dhe këtë ja paraqit grupit me cilin punon.
Po regjizorët sot në përgjithësi e bëjnë këtë gjë? Regjizorët e mirë e bëjnë të gjithë. E bëjnë të gjithë. Të gjithë. Domethënë nuk e di si kontrolloj, po. Nuk ka regjizor që s'bën këto paraprakisht. Domethënë i vështirëson punën vetes nëse nuk e bën. I vështirëson punën vetes dhe nesër aktorit të vë me shpallë mbas murit tek e fundit thot pse është për çfarë, pse duhet ta bëj unë këtë, domethënë. Pse duhet kush është arsyeja? Duhet të ketë një logjik. Pra çdo gjë ka një pse. Është një nga pedagogët e mi më të mirë, domethënë që ka pasur Shqipëria, kam përshtypjen, për teorinë e regjisë ka qenë Sato Oktrova, që i përket një gjenerate shumë më përpara nesh. Dhe madje ne duhet kemi qenë brezi i fundit që ai mbylli ciklin ose një brez më mbrapa ai mbylli si cikël, sepse për shkak të moshës edhe. Po jo, ai kishte kohë, domethënë nga mosha, po vazhdonte të jepte mësim sepse po kishte këtë, për shembull që e mbaj mend si sot e kësaj dite, ai gjithmonë pyeste pse. A kupton dhe ti ishe në kërkim sepse kjo, sepse ajo, sepse. Pse? Nuk e ke lexuar ti atë? Po shumë vite përpara. E di se ka qenë në librat e gjimnazit. Dhe vite më vonë kur ti e mbaron Akademinë e Arteve, unë di që ti je ndër ata që kanë themeluar Portokallin apo jo? Ka qenë një grup, domethënë një grup që në atë kohë vija një shfaqje në Teatrin Kombëtar, ka qenë shfaqja ime e parë në Teatrin Kombëtar. Ndoshta edhe vetëm faktikisht se pas asaj unë domethënë nuk është se kisha më dëshirë të vija shfaqje në Teatrin Kombëtar. Pra ajo ka qenë vetëm, ti s'ke vënë më shfaqje tjetër. Në Teatrin Kombëtar. Në shfaqje pastaj kam vënë, po i vija privatisht, isha vetëm. Sa vjeç ishe në atë kohë? 22 vjeç. Okej, pas ka qenë në moshën kur nuk kanë vdekur akoma ideal. Isha 22 vjeç, domethënë vëm një pjesë ishte shumë rinore për kohën, Togeri Nishmorit. U hap një konkurs atëherë dhe ka qenë Kiço Londo drejtor. Dhe nga ato studentët e regjisë që konkurruan, domethënë e fitova unë për të drejtën, si thosh. Dhe me grupin e atyre djemve, dhe me grupin që neve njiheshim në akademi, donim të krijonim një lloj spektakli. Në fillim ka qenë ideja të krijonim një spektakël që të bridhemi nëpër Shqipëri, pak a shumë, domethënë spektakël humori që të bridhemi nëpër Shqipëri. Nëpër teatrut e. Pastaj Angela, një shoqja jon, thotë punonte në atë kohë sa kishte filluar në Top, thotë, "Ore, pse mos t'ia çojmë një herë Top Channel-it?" E ndërtuam si platformë, në regji kemi qenë të tre, domethënë Romiri, unë, Angela, dhe e çuam si platformë. Pastaj, po ne kemi qenë dhe shumë të rinj faktikisht në atë kohë, pastaj ka pas titull tjetër. Platforma jon, po si format ishte pak a shumë, domethënë hiq që ne kishim ide edhe për të xhiruar skeçe, jo thjesht skeçe në skenë. Ideja Saturday Night Live, po. Edhe pastaj domethënë Topi afroi erdhi Altini, domethënë dhe ndryshoi formati komplet sepse Altini regjisor tjetër, do të jepte formatin si mendonte ai. Dhe u afruan skenaristët, domethënë Jani dhe Vanjo kanë qenë që tek kjo që them unë përpara kësaj, u erdhi Goni, edhe filloi procesi i asaj që sot domethënë gjithë e njohin Portokalli, domethënë ne kemi qenë pastaj trupa e aktorëve. Si thosh Altini atë kohë më kërkoi. Ishte i kënaqur kur ndodhi kjo? Pra nga një ide që fillimisht u propozua nga një grup i vogël, e zhvilluar në kushte modeste, merr për masa të tjera, po ti nuk je regjisor, domethënë. Jo domosdoshmërisht, domethënë pasioni ishte i atill që nuk është se mua më ka ndodhur edhe një herë tjetër, punoj asistent në një film që xhiroi. Fitova rolin kryesor, pastaj e donin ta ndronin, e ndruan, morën një aktor tjetër, koleg timin, punë e produksionit, domethënë nuk e gjykoj fare, domethënë jam shumë i ftohtë në këtë pjesë, edhe sot që flas. Dhe unë vazhdova të punoja në atë film asistent regjisor. Edhe pse më thanë që po deshe rri, po deshe, domethënë si të ndihesh. E ke parasysh se menduan që do ndihesha keq, dhe sigurisht që ti në atë moment ndihesh keq, se unë mbet një rol. Por nga ana tjetër, unë me mendjen time thash, "Ok, unë do rri do ta vazhdoj deri në fund filmin si asistent, se tek e fundi unë për regji studioj." Dhe bëra shumë mirë që ndonja, sepse ishte një produksion shqiptaro-italian në atë kohë, domethënë me njerëz shumë profesionistë. Ka qenë filmi Mond Budinës. Dhe ndonja dhe ishte eksperiencë e paparë për mua. Punova që nga asistenti castit deri te asistenti regjis, deri në fund të produksionit. Pra ishte një eksperiencë dhe kur e mendoj sot, them më shumë më ka shërbyer ajo eksperiencë se sa po të kisha bërë atë rolin, domethënë, sepse për një aktor është ai pasioni, po themi që do tash unë kurse unë se kam pas aktrimin ndonjëherë prioritar.
Më pëlqen aktrimi, më pëlqen të luaj, po nuk e shikoj veten që Po nuk ka qenë skena edhe nuk e shikoj veten duke xhirimi. ngritur kupa si aktor, as si regjisor në fakt po. Megjithëse ti Po se i bëj gjërat për qefin tim. Megjithëse Jam i ti- çik natyrë kështu ta thash, nuk më bëhet vonë shumë për këtë. Megjithëse ti ke qenë shumë i suksesshëm si aktor, padyshim. Të paktën në formate ndryshme. Unë doja të pyesja me që e nisa me Portokallin. Tani pas 22 vjetësh, nga ajo se çfarë nisët atëherë, sa ka ndryshuar Portokallia? Është më ajo që, ajo nuk është pa ajo që nisët, se ka sigurisht ndryshuar mund të njerëzit, jetë se ndryshon koha, të gjitha, nuk diskutohet. Por ti si ndihesh, domethënë, kur shef Portokallin sot? Është një gjë kështu klishe që thonë unë nuk e shoh Portokallin, e ke parasysh. Unë shoh tek tuk në një numër kur ma çojnë çunat. Unë e kam në Po sensin unë se e kam kësaj. parë Portokallin as kur kam punuar me Në sensin e kësaj, jo, e kisha e kuptoj, e kisha në sensin e kësaj që si produkt nga me syrin e një regjisor, jo ta Po. shikosh siç e shikoj unë thjesht si Po shiko, spectator. ka një gjë. Domethënë se e para ta them këtë realisht në kohën që un kam punuar në Portokalli, un nuk e shikoja Portokallin. E dija që sepse ti e brenda, Ti e brenda, di qartë, domethënë ç'a ndodh në spektakël, edhe kam pas një regjistrues që regjistroja vetëm numrat e mi dhe kaq. Kur vete puna pastaj tek si të duket sot krahasim me dje dhe gjëra të tilla, un jam akoma një regjisor në funksion. Edhe pse kam dhe një certifikim në art dhe shkenca dhe kam bërë edhe për kritikin e majat dokumentari. Një vit. Por kur vete puna, unë jam, pse them regjisor në funksion, unë jam regjisor aktiv, Okej. jam një artist aktiv. Në momentin që unë do heq dorë nga regjia dhe aktrimi, atëherë do ta ndjej veten të lirë të shpreh opinionet e mia profesionale, sepse është shumë e gabuar për shembull që unë të marr përsipër të bëj analizë një regjisori tjetër. Sot është Lir Muhametaj që ne flasim, dje ka qenë Altini, midis tyre nuk e di, më duket kanë qenë dhe të tjerë, se nuk është se e kam ndjekur historikun, domethënë shumë. Po është e gabuar që unë të bëj analizë të punës tyre. Më kuptoj, përgjigjja jote është shumë diplomatike. Jo, nuk është diplomatike, Por unë e është mora etike. përgjigjen. Etike. Jo, është Unë- etike. unë- Mendoj që Unë- edhe Gentit nuk do i pëlqente të dëgjonte Nuk do më dikë pëlqente t'i që bënte një krik. regjisor tjetër për shembull të thoshte, mua kuptoj. unë me Altinin për shembull kam punuar, lidhja ime me Bashën është shumë më e hershme se Se sa sa aty. Portokallia. Okej. Domethënë unë kam punuar që student, kam punuar asistent në shfaqjet që Altini binte në atë kohë, se Altini ka qenë pedagog, i ka qenë te aktrimi, po kur vende puna më kam marrë në disa shfaqje kur unë isha i ri. Pa diçka ndoshta, tha ky djali pas ka aftësi e kështu se nuk u njihshim. Dhe kam punuar asistent, po jo asistent në sensin e angarive. Kam punuar realisht si asistent regjie. Altini më jepte të punoja skena me aktorët e vet. Kur ishim student. Qartë. Dhe si thosh, marrëdhënia ka qenë gjithmonë shumë profesionale midis meje dhe ti. Domethënë se kam dëgjuar shpesh që pse ike nga Portokallia të ndoqja, jo, mund të ketë pas aktorë të tjerë që kanë pas problematika të tyre personale. Po personalisht me mua për shembull nuk është se kemi pasur ndonjëherë, unë s'kam pas ndonjëherë konflikt. Pse ike nga Portokalli? Ne kemi pas diskutime, po debate pune, si të gjithë, po ngeleshin gjithonte puna. Çfarë Shumë korrekt. në këtë pjesë. Ta vazhdoj pak? Jo, Apo okay. Pse ike nga? Pse ike nga Portokallia që ta sqarojmë? Unë ika nga Portokallia sepse mora regjinë në apartamentit 2XL. Okej. Domethënë erdhi oferta, a do të vish të bësh regjinë e 2XL-s? Oferta ishte e mirë, tek e fundit unë jam një regjisor. Bëm ato tratativat me topin që më ofroni ju gjë më shumë nga ana regjizoriale që unë të rri në top, apo jo, siç bëhen zakonisht tratativat, më thonë. Dhe unë shkova dhe bëra regjinë e 2XL-s për 2 vjet edhe të sketch show-t. Sketch show Albania që ishte po prapë njëta trup, domethënë. Që s'ka të bëj me konflikte. Jo, nuk ka të me- bëj absolutisht jo, përkundra. Sigurisht tash që në atë moment për shembull Altini mund të jetë mërzit pak se është normal. Edhe unë do mërzitesh apo të mikte një aktor nga trupa dhe të shkonte të bënte gjë tjetër, po ai e gjithmonë e ka kuptuar që unë në thelb unë jam regjisor. Domethënë aktrimi ka qenë edhe në Portokalli. Në fillim ka qenë për të qenë prap asistenti i tij. Pastaj duke qenë se Altini më kishte parë mua në lojë dhe më kisha luajtur edhe një nga shfaqjet e diplomës, më mend të kursit që ishte një vit përpara. Andrejna de Vere që kishte bërë në atë kohë, ka qenë kursi i Olta Dakut, i Lul Zeqes, Irana Kakeli, Marini, Gent Zenela, Ivin Bejleri, domethënë ishte se ndoshta Elona Paja, ka qenë, domethënë ishte një grup, ishte goxha Eglaceno ka qenë.
Domethënë ka qenë një brez i mirë. Ka qenë një brez goxha i mirë, një kurs goxha kompakt në shfaqje dhe aty kam luajtur edhe unë dhe një shok i kursit tim Ton Papuçiu, që është regjisor edhe ai. Toni madje ka qenë regjisor televiziv i Portokallis për një periudhë të gjatë. Dhe kjo ka qenë pak a shumë, domethënë që mund të isha asistent prapë aty, pastaj më thotë, "Ok, po pse nuk luan ta?" Mendo diçka dhe ashtu lindi pastaj grupi i famshëm Dëshbëlç, po. Që u bëra bashkë me Gentin, morëm dhe Ermalin. Domethënë u bë ajo që pastaj dihet historiku, domethënë se kot me net e drejtë. Kush është babai, kush është tash të gjithë e dinë babain, po duan le ta shnojnë në CV, po duan mos ta shnojnë. Kush ka shjuar më shumë pjesa nga këto grupet që keni bërë aty sketchet, Dëshbëlçat apo atentatet? Kot për kuriozitetin tim kam këtë. Nga komoditeti punës, atentatet sigurisht është më i thjeshtë, sepse ti je me një partner dhe me Florin në këtë rast dhe është eksperienca ka ardhur në rritje, pra ti je bërë më profesional, je bërë më i qetë, më kështu. Ndërkohë që në fillesat me, po themi me treshen, janë 3 veta, janë 3 mendje. Duhen koordinuar. Duhen bërë, do të thënë tek tuk dikujt mund t'i ngeli adri në moment, ku e di unë, ndodhin nga këto, siç ndodhin në rëndom, domethënë. Dhe pastaj unë pata edhe periudhën që unë në atë periudhë kam ikur për herë të parë në Kanada, sepse duhet shkoja për shkak të dokumentave. Po që nga ana e komoditetit të punës është kjo. Pastaj sigurisht që Dëshbëlçat ka qenë një eksperiencë tjetër, eksperjenca e shpërtimit të fillimit, tek atentatet me Florin pastaj ishte ana më profesionale dhe edhe ndërkohë dhe ty janë qartësuar gjërat, po themi nëse dikur përdoreshin mitet apo figurat e heronjve për të shprehur ngjarje bashkohore të aktualitetit të asaj kohe. Tek atentatet ndodhte e njëjta gjë, po ndodhte në mënyrë çik më edhe më profesionale dhe më e përmbledhur. Edhe jo me mitet, po me filmat shqiptar, po them. Pastaj mos ta harrojmë një gjë që në kohën që un kam qenë te Dëshbëlçat ishin të ndara, po themi parcelat në spektakël, domethënë kishte monologist, kishte vetëm një dyshe dhe vetëm një treshe. Domethënë që dyshja ishte Nini dhe Vini, po. Ndërsa treshja ishim neve dhe nuk para u përzienin akoma, pastaj lindi si nevojë edhe për shkak të kohës së gjatë të spektaklit, lindi si nevojë, filluan duke alternuar aktorët me njëri tjetrin, duke krijuar numra edhe më masiv. Tani kujton ndonjë batutë që mund ta themi edhe këtu? Më tepër mua mi kujtojnë batutat, ndonjëherë çuditem se ka dhe personazhe që nuk i mbaj mend ato drejt. Duket kështu si klishe, po janë shumë vite aty që janë. Pak më kujtohet, kam një memorie shumë. Po, atë kam, domethënë me atentatet dhe me gjyshin kam mbyllur me ato Portokallin. Ato e kishe me Ervina Kotolloshin, po. Po, do kisha qejf ta rikthenim për një moment, nuk e di. Unë e kam shumë bezdikur, më thonë ma bëjnë, po, e kam vënë që shumë kolegë të mi të bëjnë dhe domethënë nuk ka asnjë gjë të keqe, po unë e kam kështu, e di sa distant jam unë me rolet. Domethënë kam një lloj mekanizmi aktorial pak shumë të ndryshëm nga një pjesë e madhe e aktorësh. Pra ti pasi mbaron performancën nuk e lidh më imazhin tënd me atë. Ku është? E ke parasysh? Ku e ke mbyll? Po këta mi tashin në YouTube janë ku diun, po lek televizionin akoma nga YouTube. Po, të vjen i nat. Jo, nuk më vjen i nat, më i nat absolutisht jo, se nuk e shpenzoj dot kohën me i natë më. Jam s'kam, nëse dikur mund vinte i nat për një gjë sot them nuk e vras mendjen shumë. Më duket e padrejtë, po. Sigurisht është e padrejtë, domethënë kjo pjesë, sepse është tek e fundit është djersa jote dhe forma se si janë krijuar disa kontrata në atë kohë. Është material autorial fundit. Domethënë është si thosh duhet njihen drejtat e autorit ashtu siç duhet dhe nuk besoj që të cënohet jo thjesht topi në këtë rast, po asnjë televizion nuk cënohet nëse i jep hakun. Po themi atyre të cilët kanë kontribuar për ngritjen e atij televizioni. Absolutisht. Sepse ne futemi tek kasta që e bëri atë televizion pa sa që na bëri edhe ai neve. Se kur thon për shkakun të bëri televizioni, jo, televizioni nuk të bën. Televizioni të bën pa sa që bën ti, se në momentin që ti s'di të bësh televizion, ti hikën nga televizioni. Nuk është se thot njëri rri aty. Kanë ikur shumë aktorë, siç kanë ardhur, kanë ikur nga Portokallia në atë kohë, apo qoftë nga apartamenti më mbrapa, sepse
është të selekton tregun, nëse ti nuk bën për të qeshur në një spektakël komik, atëherë shko dhe jep lajmet apo bën një emision të një natyre pak më serioze apo bëj diçka tjetër, nëse se ndoshta ke një aftësi tjetër. E vërtet. Se s'po them që kanë qenë pa aftë, është gabim e thënë pa aftë. Kanë pas aftësi tjera. Unë këtu doja të ndalesha kur ti më dhe atë përgjigjen shumë etike për portokallin që gjithsesi unë e kuptova shumë mirë, po nuk është momenti këtu. Po ta lëmë janë. Nuk hyn tek ata që grisin fotografi dhe Jo, nuk është qëllimi im kështu. Jam shumë i Nuk është qëllimi im ky. Absolutisht e lëm këtë gjë. E lëm portokallin. Po kur ti thua jam regjisor në funksion, ë? Po jo. Do të thotë që ti nuk mund të bësh kritik? Jo, nuk është kritik të një filmi, kritik të një vepre, kritik të një produkti. Ti ke dhe një përgjegjësi publike kundrejt meje për shkak. Unë kam një kritik. Unë jam amator. Po. Dhe unë dua të referohem dikush që më thotë, "Ore, shko shif këtë dhe mos harxho lekët edhe kohët, shohësh këtë tjetrën." Po humorin e zgjedh ti, çfarë të më pëlqen? Nuk po them humorin, lëre portokallin. Lëre në përgjithësi, po flasim për vepra artistike, për teatr, për film. Dhe unë dua të dëgjoj Gentin, jo në këtë moment, po them. Po. Mirë, po Genti thotë që jam në funksion dhe unë se marr dot, po themi ndarjen e shapit nga sheqeri. Si ta bëjmë tash? Jo, shiko, e para njëra arti është çështje shihesh. Dhe është një gjë që më pëlqen mua mund mos të pëlqej ty. Ti mund të thuash mua për shembull që Picasso është Garravin. Ndërkohë që unë si njohës pak më i miri Picassos dhe i historikut, po themi, po marrim Picasso tash. Dhe mua mund të pëlqej shumë. Po sta imponoj dot ty. Dhe kur vete puna te kritika, sigurisht kritik duhet të ketë. Problemi është që të ketë kritik sepse momentalisht Shqipëria vuan nga kjo. Në Shkodër ka kritik për shembull. Bura shfaqen në Shkodër. Ishin disa burra me thinja dhe gra me thinja aty, të cilët kanë parë gjithë jetën në teatr, kanë shkruar për teatrin. Të masin në spangu ata. Po, dhe kur kanë ardhur mbas shfaqjes dhe kemi folur, unë i kam kuptuar që në mënyrën se si flisnin, sepse flisnin me një fjalor tipik, po themi profesional, ku ti numëronin gjërat 1 2 3 4. Ndërkohë që opinioni im pastaj personal si regjisor, se prandaj nisëm çfarë dhe prandaj doli muhabeti Altinit. Mbaj mend kur vën një shfaqje ka qenë një jetë në teatr, edhe masi mbaroi, ishte një vepër ma kishte dhënë Altini madje. Më tha mua shife këtë vepër, ta është shumë e bukur. Ta kam dashur me vënë, ta se kam vënë, ta shife. E mora me paqë shumë e bukur realisht. Edhe vura. Ka qenë një konkurs për regjisor të rinj. E vura veprën, më thot masi mbaroi shfaqja, i them unë si të duk. Më tha unë do ta kisha vënë më mirë. Okej. E pa që u prisha në fytyrë, unë rreth tha, ky është komplimenti më i madh që do marrësh ndonjëherë nga një regjisor. Komplimenti më i madh që do marrësh ndonjëherë nga një regjisor është që unë do ta kisha vënë ndryshe. Domethënë që ti shumë mirë ke vënë, po unë do ta kisha vënë ndryshe, Se është çështje ego, ego mos thotë do ta jekë vënë shumë mirë ti. Dhe aty në atë moment e kuptova që domethënë ti si thosh është një këshill me mend po ta mendosh. Domethënë që unë do ta kisha vënë ndryshe. Ore Gen, se kjo është këshill e një regjisori ndaj një regjisori tjetër, po. Ne po jetojmë në shoqërinë që po bëjnë filma njerëz që s'kan lidhje fare me burri dot. Kan lek le të bëjnë. Po s'kan lidhje fare me burri. Jo, kanë lek le të bëjnë. Ka nevojë për një kritik, a ka nevojë për, ku diun? Po pikërisht pra, nuk është faj pra, nuk duhet ta bëj kritikën unë. Kritikën duhet ta bëjnë njerëz të kritikës. Ato njerëz të cilët për X arsye ose heshtin, ose nuk kanë formimin e duhur për të bërë kritikë. Se jam dakord për shembull që të bëjmë kritikin e Maje, po sa kritikin e Maje keti momentalisht në Shqipëri? S'di të ketë fare, më thënë drejtën. Edhe një dy që i kam lexuar unë shkrime her pas here kanë mbaruar gjuletërsi dhe aq. Domethënë dhe nuk e njohin filmin, madje edhe kur kanë tentuar të bëjnë filma vet, kanë bërë sa paçavure, domethënë që po të ulen në një ditë me mua, ja marr me detaje, me patterns, me çfarë të kenë. Domethënë nuk ka kritikin e Maje Shqipëria. Sepse Shqipëria nuk ka një treg kinemaje akoma. Nuk e ka një treg kinemaje. Po mundohen, domethënë po mundohen. Sot është Jonidi, dje ka qenë një Lirbut, ka para atyre ka qenë një drejtor tjetër. Çdo treg kinemaje. Treg kinemaje është shumë para. Jo, kesh tregun tënd e para punës këtu në Shqipëri, që të marketohet ashtu siç duhet filmi, të kesh prodhime të mirëfillta kinematografike, se ju thatë që po bëjnë filma se kanë lek. Po bëjnë filma dakord, çdo kush, edhe unë me celular tani në të tre mund të bëjmë një film. Po flasim për kinematografi pastaj. Am fali sekond. Kinematografia është
Është peshë e rëndë. Dalu bek se ka hendek. Ashtu. Domethënë se po të ishin kaq kinematografik këto filma, sepse kanë lek brenda. Po më fal, çfarë festivali keni parë? Keni parë ndonjëherë në Venecia apo në Cannes? Po themi që janë kinematografik. Por dikush ka disa para dhe do të realizojë ëndrrën e tij. Po, është i lirë ta bëjë. Një film, po. Nuk është faji aty. Por, ose e asaj. Po, pikërisht pra, kjo është nuk është faji atyre. Ato janë të lirë ta bëjnë këtë gjë. Faji është i profesionistëve, të cilët duke pasur kërkesa më të larta, sigurisht që duan të realizojnë dhe gjëra edhe më, domethënë, ka një gabim këtu që filmat që duhet prodhohen, po themi, duhet të jenë filma të rëndë. Domethënë, duhet të prodhohen dhe filma të rëndë, po mund të prodhohen dhe filma pak më të lehtë ndonjëherë, sepse ndonjëherë janë ca filma që duken në pamje të parë janë më të lehtë, por mund të jenë shumë më të rëndë se sa i rëndë. Duke marrë eksperiencën time tash të fundit, pjesa që vura unë aty Gomer të Trojeve, do flasim në pjesën tjetër. Do flasim për atë, po është mënyra se si unë e konceptoj për shumë komedin, kur shkruaj komedi, unë nuk e konceptoj komedin si një gjë legjero që të vinë ca njerëz dhe të qeshin. Unë e konceptoj si diçka që ka një mesazh brenda dhe që të sensibilizon dhe që të ndez ty disa fitila brenda vetes që të fut edhe në mendime. Një që nuk arrin ta lexoj këtë thotë, ky s'bo me qesh. Nuk më intereson mua. Unë nuk jam Karagjoz Palacio Pallati, unë nuk dal në rrugë të bëj gallat nëpër lokale. Domethënë, kur vete puna jam shumë i ndarë dhe taksativ në këtë. Okej. Si thua, mund më thuash komedian, më thua dot humorist. Nuk jam humorist, unë s'di të tregoj Barsaleta, unë nuk mbaj mend Barsaleta, ti më tregon, unë nuk i mbaj mend. Janë mbushje e kokës për mua, domethënë argëtohemi në tavolinë kaq mbaroj. Qartë. Në këtë sens, them që gjërat duhet të kenë më shumë peshë. Ndonjëherë, duke dashur të bëjmë më shumë peshë, ne i rëndojmë aq shumë sa që këto fundosen. Okej. Dhe ne nuk shohim, dhe të vjen keq sepse nuk është se janë prodhuar filma mbas 90-s. Se e dëgjoj edhe këtë teorinë se janë prodhuar filma të mirë mbas 90-s, janë prodhuar filma të mirë mbas 90-s. Po si janë marketuar siç duhet? Po si janë marketuar siç duhet, nuk ka një treg këtu, se sa kinema ke ti në Shqipëri. Ty të përshtaten ato salla teatrore, sa salla teatrore ke ti sot që ne flasim. Ti sot që ne flasim ke një teatr kombëtar që është në një magazin. Nuk ka gjë më të shumtuar. Unë s'kam shkelur sot e kësaj dite atje. Dhe s'kam ndërmend të shkoj për momentin. Kur thua si shkelur, s'ke shkelur si aktor, si regjisor apo si spektator? Jo, si aktor dhe regjisor nuk kam se si të shkel sepse unë kam qenë në Kanada kur është prish teatr. Qartë. Po, nuk po them që nuk futen fare ke prishja të ndreqa, sepse tek e fundit s'ditën ta mbrojnë, ja ku e kanë peshqeshin sot, sa vite kanë kaluar nga prishja, ku është godina, e më the tash. Po ti hym asaj është temë më vete. Pra po thua si spektator nuk e shku kur. Po nuk shkoj dot më valla në një vend kështu. Jo se s'kam asnjë gjë, se kolegët e mi janë çuna dhe gocat, kam shumë respekt. Po se si më vjen më valla. Më thuash për shembull, do shkosh teatr kombëtar në një magazin, domethënë, që edhe se dilet i ka si kinema lagje, domethënë. Se unë i shoh vizualisht. Ktu s'ma hedh dot te kjo pjesë. Sigurisht ajo është një gjë provizore. Problemi është që sigur shkoj çik si gjatë ajo provizore. Ja, 6 vite po. Kur do bëhet kjo gjëja reale? Qartë. Dhe nuk keni pra, do të thonë neve në vend që ta financojmë artin, si një investim afatgjat, se arti është afatgjat, nuk është afat shkurtër. Nuk fiton lek ti me artin sot. Ti me artin do fitosh lek masi ta kesh krijuar traditën. Masi ti kesh bërë njerëzit të shkojnë në teatr, të shkojnë që të shohin gjëra me vlerë, se s'po themi komedi prodhohen sa duash, ka komedi edhe bota e njeh, ka edhe vodevillin, ka edhe komedinë e situatës që thjesht argëtohemi, qeshim, siç janë spektaklet televizive që po flisim Portokallin, që janë thjesht qëllim argëtues. Problemi është duhet të kthehet spektatori. Spektatori, dashur pa dashur, po keq edukohet, ne shajm këta që gjejnë lekët dhe bëjnë filma. Ata do ta bëjnë atë gjë. Në çdo vend botës ka dhe kategori B dhe kategori C filmi. Ka dhe filma limonat, do të thonë që bëhen thjesht për qëllim argëtimi, ca skeçe bashkë aty dhe është një film televiziv, komedi, ai qeshin të gjithë. Po kur flasim për këtë pjesën tjetër, po mundohen artistët sigurisht, edhe drejtuesit që janë, do të thonë. Por ka nevojë për më shumë suport. Qartë. Është tani para ca ditësh pas te qendra kinemas për shkakun që kishin nxjerrë që më në fund po aprovohet projekt ligji për produksionet e huaja
që kanë atë tax credit, domethënë që marrin një pjesë të Kjo ka taksës. kohë duket, sigur ka kohë që është Po, diskutuar pati një kjo. moment Me sirtar po. Po Unë them kam vite që po që jam aprovohet okay. që e pash ke lajmërin dhe më bë shumë qefi, thash më në fund, sepse unë kam qenë 2-3 herë në Bullgari unë për xhirime. Dhe kam thënë po pse më dha Shqipëria ka shumë më tepër ambiente dhe kështu. Dhe një nga gafat që është bërë këtu në infrastrukturë, që është shkatruar në një farë mënyrë identiteti i qyteteve, vjetërsia në ca vende dhe kështu, është gabim, sepse ai produksioni huaj do vi vërtet, se unë kam punuar në produksione të tilla në Montreal. Po në Montreal kur vin kanë një lagje i ngjan Amsterdamit, një lagje i ngjan Bostonit, një lagje i ngjan New Yorkut, ndrojnë tabelat dhe ata vinë xhirojnë aty. Kosto më ulët pune, punësim i forcave vendase. Se kur vin nga Shtetet e Bashkuara, sjellin vetëm kryesorët ata, regjizorin, drejtorin e fotografisë, aktorët kryesorë, gjithë pjesa tjetër merret aty. Pra punësohet popullata vendase. Ti se përdor dot, nuk e bën dot të njëjtën gjë këtu në Shqipëri. Jo, po vazhduam të. Kjo pastaj është duhet të ketë studio super gjigande, kupton se është muhabet shumë i gjatë. Koha për një këngë tjetër, Gent. Mendohu. Po Bruce Springsteen atëherë. Okej. Me këtë rast përshëndes edhe një çunë test tim që kam si vëlla doktor. E dëgjojmë dhe kthehemi. Mirë, jemi rikthyer në Kinotek, uroj që jeni duke e shijuar pasditen, po të shlodheni edhe ju bashkë me ne. Egoni këtu është, Genti këtu është, do jemi edhe për pak minuta bashkë. Si kemi ndjer minutat fare? Se di, jo, fare, jo. Përkundrazi, jeni shumë të këndshëm që të dy. E kemi dorën. E bëra qëllimisht që të merrim kompliment. Prita, të mendoj edhe një tjetër. Vazhdo folti. Keni që të qeshur shumë të bukur, ja, vazhdo. Faleminderit shumë. Mirë, po mos e bëj gjithë emisionin. Cila është gjë më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Më kujtoa një gjë para ca ditësh pas se them. Po thua, Jo. Se e bëjmë me pipnë, nuk është problem. Prit se. Tregon edhe çik flokët. Cila ishte? Çka ke dëgjuar për para disa ditësh, Gent? Jepi kujtohu. Jo, se ishte kështu bisedë galla me smish, me pipë. E bëjmë me pipë, s'ka problem. Na prish punë? Jo. Jemi të pajisur teknikisht me gjithë gjë. Nuk është, do të janë shaka tavolinash. Aha. Po se di, nuk e di. Kam dëgjuar gjëra të ndryshme, domethënë, po që nuk është se i dëgjoj shumë, nuk merrem. Nëse deri dje shikoj edhe në një koment tek tu tash as ato nuk i shikoj më, domethënë. Kam dëgjuar domethënë komplimenta kanë qenë kryesisht. Jo të më thëna, domethënë jo të thëna drejt për drejt. Okej, një kompliment që ta ka kënaqur egon maksimalisht. Duket si mburrje, nuk më pëlqen. E po tani gjërat e këqija s'na i the, gjërat e mira s'na i the. Jo, dhe ajo tjetër, si ishte e keqe. Shëndet, fjalë vërtet. Okej. Jo, kam dëgjuar komplimenta, domethënë për profesionin, kam dëgjuar komplimenta edhe kështu si njeri, domethënë si kështu. Edhe nga aktorët më ka pëlqyer, domethënë, kur punuam me grupin që punuam, domethënë tani në Shkodër, me grupin e Shkodrës, e teatrit Migjeni, domethënë të aktorëve, të skenografit, domethënë drejtorit, edhe shumë gjithë atyre njerëzve aty, që ty të bëhet qefi kur të komplimentojnë, sigurisht, sepse shikojnë që kanë rezultat puna, por në ato momente e ke parasysh më shumë se sa komplimentin jam gjithmonë tek ajo pjesa me veten time që domethënë shumë bukur, po domethënë dikush ty të fal një kuror. Problemi është a e mban dot ti mbi kokë atë kuror? Domethënë pra jo të bëhesh mbret, ti mbret mund të bëhesh. Problemi është a e mban dot kurorin e mbretit pastaj për një kohë gjatë. Ti mendon? Kjo është pjesë e domethënë që dikush e ka në karakter, dikush nuk e ka, dikujt i merr koka erë. Unë nuk e kam menduar ndonjëherë për shembull që ku diun do bëj gjëra gjigande, madhore, thjesht do bëj atë që më pëlqen. Po kulmin e famës në ato vitet e para kur personazhet u bën shumë të njohur, kur gjithë publiku obsesionohej me personazhet. Si e ke menaxhuar? Po ta thash unë nga natyrë pak e tërhequr, si thosh edhe disi private, për shembull duke mbajtur gjithmonë jetën time personale sa më private që të mundet.
duke mos dashur të bie shumë në sy. Ka qenë një periudhë për shembull që njerëzit pothuajse nuk të njihnin. Domethënë kishin parë personazhet, mbaj mend një herë kemi qenë me kjo ka qenë e bukur për shembull, kam qenë një herë me Vis Pupën te një kafe afër ishte ekspozitës ku ka qenë Portokallia dikur, studiot. Edhe ai ishte shoku i Visit faktikisht. Edhe fillon dhe flet domethënë për personazhin e Portokallisë, në një moment thot amon, ku e keni gjetë atë me ato sqetullat për Fatorinon. Ku e keni hiqeni më atë ç'është ai bastard, më ç'është filloi duke e sharë shumë keq. E i thot Visi në një moment se e patë për na kapte i qeshur, ai tha ky e ka bërë. Edhe pa, jam valla ky është Alamet Çuni, tha ai është bastard, vazhdonte me të. I thash realisht un jam, i thash, po ta po ti sa zhdukesh ai si Zhul, se ke parasysh se ishin ato sqetullat falso, ke parasysh që domethënë ishte ideja e autobusave të asaj kohe. Edhe pastaj më pa mirë tha, "Oh, ti qenge." I thash un jam. Po po I shpjegoni pastaj këto truket, e ke parasysh që s'janë të vërteta, domethënë ato janë. Pse ai mendon se ishin Po në një moment ai si duket e ka parë me këtë lloj syri që ky edhe un kam menduar dikur që po të hapja televizorin nga mbrapa më dilin njerëz. Kur thua, domethënë ç'a moshe ishin atë kohë? Po 6 vjeç. Në rregull, ke qenë mirë. Mirë, nuk ka trauma vajza. Pastaj kam besuar që mund të fluturoja me fshes, e kupton? Jo 20 vjeç. Jo 20 vjeç. Po kjo bën sens, për sa kohë i ke dëgjuar se e famshëm është bërë fieri për shembull për fshesat. Fshesa fieri vetëm për një natë në shtëpinë tuaj. Dgjoj, megjithëse po flistim për dhe përmendë pak më parë veprën tënde të fundit që vurën sken para disa ditësh. Gomeret e Trojeve. Me shumë sukses në Teatrin Migjenit të Shkodrës, duam që të urojmë realisht. Faleminderit. Nga zemra gëzuar fitin e. Shiko, ka filluar të mësoj nga ato që mësoj shumë. Plotso fjalin. Pyetja ime është kush janë Gomeret e Trojeve? Te Genti fillon tani 1, 2. Edhe ne që jemi këtu në farsin, po jo, ne. Shiko, domethënë ideja e Gomerëve të Trojeve, ajo është bazuar te Iliada. Domethënë struktura është e Iliadës. Por në thelb gjithë koncepti është ose më saktë nuk ka thjesht një ide, ka disa ide të renditura në për të ku ti kupton se çfarë po themi na ka mbizotruar neve si komb ndër shekuj, ose le të themi të paktën në këto 2 shekujt e fundit që kemi më shumë informacion mbi të kaluarën tonë. Mënyra e leadershipit e njerëzve të cilët dashur pa dashur e kanë udhëhequr dhe se si janë zhdukur, po themi, vlerat e vërteta qofshin edhe ato tribale, dhe midis tyre edhe ka mesazhe të forta për sa I përket mënyrës se si një komb mund të asimilohet, se si mund të gryhet nga brenda, dhe se sa e tmerrshme është që kur futet një kal troje në një qytet me disa vlera, po themi me vlera qoftë antike, historike, po qoftë edhe tradicionale, se si mund të hyjë një kal në barkun e të cilëve nuk janë njerëz të mençur, por janë disa pushtues që në rastin më të mirë janë thjesht pushtues dhe gomer të trash, dhe në rastin më të keq pastaj në këtë gomarlikun e tyre, gomarizmin e tyre, po themi, janë njerëz shumë të rrezikshëm. Domethënë të cilët mund të shkatrojnë troje të tëra. Kjo është dhe arsyeja që është quajtur Gomerët e Trojeve dhe jo kali I Trojës. Pra janë shumë troje dhe shumë gomer. Dhe mes rreshtave, mes komedis, ka dhe mesazhe shumë të forta se si disa planet cilat janë bërë për të asimiluar kultura të ndryshme vinë aty, ndërkohë është edhe një mesazh tjetër që ka të bëjë me mëmsinë, me figurën e gruas, e cila shpeshherë domethënë stigmatizohet, duke harruar që tek e fundit nëse ka një krijes mbi tokë, të cilës po themi Zoti I ka dhënë dhuntin që të sjellë jetë të tjera, është gruaja. Sigurisht. Domethënë ne të gjithë jemi bijt e nënave. Pra mesazhet në këtë pikë janë shumë të forta. Dhe mesazhet që një popull ka ardhur koha që duhet I japi njerëzve që I drejtojnë.
Ajo sigurisht nuk ka lidhje me Shqipërinë, jo, është. Ajo, domethënë, sigurisht ka lidhje me Shqipërinë, pa diskutim që ka lidhje me Shqipërinë në radhë të parë, por e parë në një formë pak më të gjerë, ka lidhje me çdo lloj kombi, sepse në qoftë se po themi këtu flitet shqip dhe ka lidhje me Shqipërinë, në qoftë se do ta vinim në një gjuhë tjetër, kjo do kishte lidhje edhe me Kanadan ku jetoj unë, ku momentalisht dhe popullata kanadeze në sensin njerëzit janë pak amorf ndaj njerëzve që i drejtojnë dhe shikojnë se si po degradon shoqëria njerëzore në përgjithësi, se si kemi ca lider të cilët janë si kalamaj që mendojnë se mund të luajnë me jetët e njerëzve siç do luanin në breg të detit me disa lodra, duke bërë kështjella rëre, duke i shkatruar pa pikën e përgjegjësisë, duke përdorur njerëzit si figurina dhe duke i masakruar lart e poshtë, duke bërë qoftë në formën e genocideve, qoftë në formën e luftrave. Pra në thelb, pavarësisht se është komedi, është goxha, domethënë përcjell mesazhe goxha të forta dhe ajo që po ju thosha edhe pak më parë, unë kam pasur gjithmonë qejf që të alternoj disa elemente në komeditë e mia, që të kuptoj, po themi, edhe ai që kupton në mënyrë të cekët, të qeshi, po them të argëtohet, por të bëj edhe të futet edhe në mendime, për aq sa mund të mendoj, ashtu dhe për atë që është një njeri, po themi, që ka një lloj intelekti më të zhvilluar dhe që e kupton që nuk është thjesht një komedi, por pas ka disa mesazhe shumë të forta dhe pas ka disa tronditje për t'u zgjuar. A mendojnë që ka qenë, besoj, po të pyes ty tani, se tjetër gjë çfarë mendoj unë dhe tjetër gjë ti që je i zoti i punës, i zoti i veprës. Që aty tregohet edhe fakti që sot shoqëritë masivisht, të rinjt masivisht janë të depolitizuar në kuptimin që për ata nuk ka më rëndësi mendimi politik, konceptimi politik i situatës. Shiko, është ai muhabeti TikTokut edhe. Po, është vërtet. E dikush ka një problem shumë të madh ku neve shpeshherë dorëzohemi. Është ajo pjesa, po themi, kur themi që ti artist nuk duhet merresh me politik. Okay, super, për këtë e kisha. A më kupton? Ti je i ri akoma, ke kohë të flasësh ti. Domethënë këto lloj imponimesh që na bëhen ne nga kjo kasta e këtyre gomerëve, po themi, të Trojës, se gomari është kafshë inteligjente, duket si ofendim, por le ta marrim në të dyja krahët figurën, metaforën e gomarit. Gomari më duket e gjen vetë rrugën, Dhe këta e kanë gjetur shumë bukur rrugën për të na bërë ne që të heshtim, për të na asimiluar, për të na futur në atë letargjinë që neve sot e kemi. Kur vete puna, një artist nuk duhet merret me politik. Arti duhet jetë gjithmonë një pasqyrë e therrse. Po çfarë ka diçka më shumë politike se arti? S'ka. Diçka që të jetë më politik se arti s'mund të jetë gjë tjetër. Neve flasim, mund të dëgjoj shpesh herë për komediat dell'arte, unë kam bërë diplomën me gjenezën e komediat dell'artes dhe në ato studimet që bëhen atko, studioja për Tespin. Tespi ka qenë një ndër komedianët e parë që kishte një grup aktorësh që lëviznin me qerre nëpër Greqinë e lashtë. Dhe ai bënte shfaqje të cilat thumbonin, po themi, parit. Dhe ishte detyruar që mbasi mbaronte atë shfaqje shkonte në një qytet tjetër se i kërkonin për t'i vrarë, se në atë kohë të thernin, nuk është si tani që të fusin thjesht në burg dhe të mban me lekët e taksa paguesve. Domethënë, arti në atë kohë ka qenë më i rrezikshëm nga ç'është sot. Sot nuk të vret, sot maksimumi do të mundohet të të bllokojë një projekt, ndonjëherë madje sot ka filluar dhe kultura e asaj psikologjisë kthyeshme, reverse psychology, që të luan me të kundërtën. Do projekti, po më na merret ta japun. Të blen. Po më bëje këtë ti, bëje atë. Do këtë na, do të shprehesh ti, shprehu, ja ku e ke lirinë e shprehjes. Unë mendoj që është më keq se sa të vras kjo. Po sigurisht, kjo është më keq se sa të vras. Sigurisht. Sepse nëse ai të vriste për atë që ti ishe, ky sot përpiqet të transformoj. Të transformoj. Të bëj, domethënë, që ti të ndihesh keq pse ke menduar ndryshe. Po. Është e tmerrshme, ta mendosh të manipulimi i mendimit njerëzor është në ekstremitete dhe sot sa më shumë të bombardojnë me gjëra artistike, aq më mirë është, sepse janë në filozofinë e cirkut, nuk janë të artit mirëfillt.
Okej, shumë e bukur kjo. Pra jemi në filozofinë e cirkut. Po, të spektakli, cirkut, jo të artit. Jo të artit. Dhe po e humbasim çdo ditë më shumë aftësinë që ta bëjmë këtë. Po. Duke të bombarduar ty me cirk, ti do fillosh ta harrosh artin e vërtet, artin që thot diçka. Pra nëse ty nesër të del një Sokrat, i cili do flasi nëpër auditore, do ta zhdukin atë sepse nuk do ketë më njeri që ta dëgjoj. Flisim shpesh me Shpendin e marrim si bazë këtë filmin Idiokrasia. Po, shumë interesant. Ai është simboli i asaj që po ndodh sot, po. Ajo është domethënë si një lloj parashikimi. Pse? Sepse po ndodh kjo. Ti mund të flasësh, po kujt po i flet? Domethënë, nëse ti s'ke më spektator në teatr, dhe po ndërkohë atë spektatorin tjetër ti po e bombardon me cirk, dhe ai spektatori tjetër vjen dhe argëtohet, por kur vjen dhe shikon një gjë me peshë, nuk ka më ndjeshmërinë që ta kuptoj. Nuk ka më ndjeshmëri, ai duket një gjë kështu leggero, po. Më kujtohen, ndërkohë që ju flisni për këto, më kujtohen situata shumë konkrete nga në Vlorë kam qenë tani që kujtoj. Nga një ngjarje e rëndë që vini shpesh te në Vlorë, po. Nga një ngjarje e rëndë që kishte ndodhur gjatë ditës edhe ishin shumë të indinjuar, pastaj u organizua një festë, të gjithë harruan atë ngjarjen e rëndë që kishte ndodhur gjatë ditës dhe ti e gjeje sheshin të mbushur me mbeturina nga njerëz që kishin shijuar, kishin ngrënë, kishin pirë, kishin kërcyer dhe që kishin harruar mbi gjithçka tjetër se situatë më e zakonshme. Shiko, kam një nga tematikat që trajtohet ke Gomert e Trojeve është edhe çështja e të kaluarës. Unë për shembull ndonjëherë njerëzit kujtojnë se unë e kam personale këtë gjë, se s'tu përmend emri diku apo kështu, por mendimi im është shumë më i thellë se kaq. Kjo është mendor cekët. Nëse ti mundohesh që ta shmangësh dhe ta zhbësh të kaluarën, ti mendon që do ndërtosh një të ardhme të shëndetshme? Jo. Ti duhet ta marrësh të kaluarën me të mirat dhe të metat e saj, dhe të thuash 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, ti pranosh, ta analizosh, ta pranosh dhe aty të fillosh të mendosh pastaj çfarë duhet bëjmë ne që në të ardhmen të mos na ndodhi më një gjë e tillë. Domethënë, dhe për këtë duhet njohur e kaluara. Nuk duhet mohuar e kaluara. Ne po flisnim çfarë për portokallinë për shembull. Dhe dolëm në biseda që para portokallisë. Dhe këto janë gjëra që duhen thënë. Pse duhen thënë? Që brezat që të vinë, po marrim atë me që ishte bisedë konkrete, se që brezat që të vinë, ti dinë gjërat ashtu siç janë. Që mos të dalin nesër pas nesër ca filozof banaqesh edhe të shpikin ëndra me sy hapur për sa i përket projekteve. Ose të japin një rëndësi vetes që nuk e kanë pasur ndonjëherë, apo të marrin përsipër gjëra që si kanë bërë. Meritat e dikujt tjetër. Duhet zhvillohet meritokracia, se këtu s'ka meritokraci. Nesër, nëse ti do të më krahasosh mua, po themi, me një regjisor, e zëm ti do të bësh kritik dhe të më krahasosh mua me regjisor tjetër. Po marrim më të thjeshtë, ne që jemi brenda fushës. Ti mund të më krahasosh mua me një regjisor të brezit tim. Ti do bësh gafë të madhe nëse më krahason mua me një regjisor nga Dimitri Anagnostin për shembull. Më të madh se unë ose një regjisor më të vogël se unë. Se jemi breza komplet të ndryshëm. Unë jam një brez që mbaj mend, po të them unë 17 maj, ç'a të kujton ty? Ti je brez tjetër për shembull. 17 maj Paradon. Paradon, ty ç'a të kujton 17 maj? Teatrin, shëmbin e teatrit. Shëmbin e teatrit. Mua më kujton marrveshjen në Rama Basha. Ku shëmbën të gjitha këto dhe u ngritën këta që thua ti. A më kupton sa të thella është? Asa i madhe. Dikuj tjetër që është 50 e kusur vjeç, i kujton pallatin 176. Që është batuta e famshme Fredi Elsa, Eva Likaj me Gzim Rudin, që i thotë, do të thënë Fredi 17 maj. Sa bukur. Po si e kjo ishte shumë e bukur kjo. 17 maj vite të ndryshme, ngjarje të ndryshme. Po a kanë lidhje këto të gjitha me njëra? Nuk e di. Këtë s'di ta them sepse aty pastaj bëhemi kështu konspirativ komplet, aty do të thrasim Fred Çakon të sharo këtë punë. Për të ftesën për të ardhur në emision. Ai është më brenda konspiracionit. Po realisht, domethënë 17 maj, se unë e trajtoj edhe në vepër, te Gomert e Trojeve trajtohet edhe çështja e 17 majit. Mirë, po domethënë në mënyrë figurative vjen ajo, kupton? Dhe
Gjithse kujt i kujton nga një gjë kjo 17 maj. Po unë e kisha më të freskët, se nga që ishte I ke më të freskët. jo shumë kohë më përpara, kurse teatri ndodhi dhe u harrua pastaj kështu. Jo, sigurisht, teatrin e shëmbën nga brenda, nuk e shëmbën nga jashtë. Nëse. Po ishte një çështje kështu. Të gjitha kanë një lidhje që ka të bëjë me në minutat e fundit. Unë kam parë disa intervista agente dhe tek gjitha vura re një detaj që nuk e ke. Me vete, gjithkund ke ose xhupin, ose bluzën Harley Davidson. Po. Pse harrove sot? Jo, nuk e harrova, jam bërë gjitha për të larë. Dhe thash më mirë pa logo. Ka nisur ky pasioni yt për motorin? Po është i hershëm, është motoristi fantazm? Jo, faktikisht domethënë ka qenë në familje, domethënë nga te gjyshrit nga ana e mamas jam rritur unë, gjyshi im ka pas gjithmonë motorra për një periudhë gjatë kohë dhe unë mbaj mend ato fotografitë që shikoja atëre. Domethënë ishte gjithmonë ky pasioni, kështu shikoja dajën që merrte në motor, shikoja po themi i mat moral. Dhe ka qenë si në kështu, dhe gjithmonë e kam pas si një lloj qefi, si një lloj po themi shkëputje nga realiteti, një lloj terapie. Domethënë është një lloj terapie në thelb motori. Ndoshta mund të jem person i gabuar dhe nga ana etikës duhet thosha që motori është terapi, sepse po që si dramaterapist nuk do duhet ta thosha këtë, po realisht për shembull për mua është terapi. Domethënë nuk e kam parë si një mjet ekzibicioni, edhe pse sigurisht që Harley është goxha i dukshëm si motor. Domethënë nga qoftë nga zhurma, qoftë nga dizajni, është Harley, Po, unë ka shumë vite që domethënë nuk përdor motorat motori që ke atje në Kanada. Është Harley dhe ai. Është motori që kam pasur në Shqipëri. Kur ika unë domethënë që vendosa aty e mora me vete. Po. Se më tha Joy faktikisht se unë nuk doja ta merja, po më tha ku do shkojmë ne pa dashnoren tate. Sa e mirë kuptueshme që është si grua, mor buri dhe. Po sigurisht nga që është prej hekuri. Ndryshonte puna. Ti Viola do ishe kaq i mirë kuptueshme? Patjetër. Okej. Patjetër. Po mirë. Apo varet nga dashnoria, nga lloji dashnores. Po varet nga, po ti ishte dashnoria motor, patjetër do isha i mirë kuptueshme, thash, nuk thash do isha i mirë kuptueshme nëse do ishte. Madje mund ta përdorim të tre. Po, jo, është, domethënë ky është, domethënë kam parë gjithmonë kështu si një lloj terapie, një lloj pastaj u kthye në pasion, domethënë edhe me klubin që krijuam në atë kohë me çunat në fillim edhe që vazhdon sot e kësaj dite me Steel Wingsin. Kështu që po të nisesh tani me motor. Po. Edhe të kisha kohë të lirë pafund. Po. Çfarë do bëje? Nga do e bëje këtë road tripin? Momentalisht në Shqipëri. Jo vetëm në Shqipëri, kudo. Nga do doje ti të shkoje kudo, gjeje më shumë lirinë. Po un kam lëvizur në shumë vende faktikisht. E zëm për shembull andej në shtetet në Kanada dhe në Shtetet e Bashkuara kam dalë shpesh dhe ka rrugë vërtet shumë të bukura mes Pyjesh, Liqene, Lumenj, domethënë kur shkon këto pjesa po themi dhe oqeanit e këto. Në Europë kam lëvizur shumë pak, domethënë kemi lëvizur kryesisht deri në Austri kam vajtur. Këtu në Shqipëri pastaj sigurisht që më pëlqen kudo. Unë edhe kur kam jetuar në Shqipëri për shembull, kam udhëtuar dhe vetëm, më pëlqen të udhëtoj dhe vetëm ndonjëherë. Ka një lloj meditimi i joti ti me veten. Ndaloja për shembull aty ku kishte njerëz, janë muhabet me njerëz, po themi me këto që shesin buz rrugëve për shembull, bëj dorë muhabet me ato. Se e di si është puna, domethënë s'paktën si e them edhe aktorëve me të cilët kam punuar. Kam thënë nëse doni të jeni gjithmonë krijues, duhet të dilni përtej kornizës së të përditshmërisë tuaj. Pra nuk është problemi, hajde bëjmë prova dhe të krijojmë një gjë me se s'bën me zor. Dil, shiko jetë me sy dhe shiko se sa larmishmëri njerëzish ka kudo që ti shkon. Dhe ti mund ta quash veten elit, po një elit e mirë disi të komunikoj dhe me atë që po themi që e quajnë që është bishti kavallit me pat drejt, sepse dhe ai ka vlerat e veta. Dhe ti duhet të jesh komunikues me të gjithë, ndërkohë ti blen, ti frymëzohesh, ndonjëherë njerëzit frymëzojnë. Sa bukur dikush për shkakun që ti takon në rrugë, të jep një barsalet dhe ti e merr dhe e bën ku skeç, mund ta bësh dhe komedi, mund ta bësh gjithçka. Dhe në vend që ti të rish në një zyrë me kolegët e tu dhe të bësh llapallap gjithë ditën, flasësh për të njëjtat gjëra apo ç'a pam ke X emision dia apo ke Y emision
Pardje. një eksperiencë tjetër. Pra për të është treguar. eksperienca. Nuk ka rëndësi se ku shkon. Ndonjëherë unë nisem edhe pa pasur një destinacion. Do të thonë thjesht nisem road trip. Edhe ta bëj një- zakonisht ashtu është shumë më mirë. Po, dhe përfundoj, më ka ndodhur shpesh, për shembull, edhe në Kanada dhe në Amerikë, që nisem vetëm dhe përfundoj pastaj me në një grup 5-6 veta që njihemi në rrugë, në një pikë karburanti. Thonë, a do vish me ne? Po, i them, po vi me ju, edhe bëj. Çfarë shenjë horoskopi ishte ti kanë? Ujori. Ujori. Ja, më bën sens. Kjo e shpjegon, pra. Po. Bën sens. Se kush është ujori nga ju të dy? Jo, asnjëri nga ne. Po Po jemi ti nga shef. Vlora, zor, nuk të vjen si ujori. Unë jam detari në fakt. Detar. Skafisti. Çfarë shenjë skafisti? Glen Beko dëgjom. Ne kemi një dhuratë për ty në përfundim të kësaj Po. bisede kaq të këndshme, është një bilet nga Kinema Cineplex, bilet dyshe, bilet çift, Po. pa datë, që do të thotë Okay. Kurdo Shpërdojmë që- Pas datës 12. Po. kurdo që ty të pëlqej një film Po. që do të shatazhosh, mund të shkosh me dikë tjetër, Po. edhe ta shijosh. Po shkoj me një shok. Po bën keq. Faleminderit shumë. Gjen faleminderit shumë që ishe me ne në kinotek. Faleminderit Ishte kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha imja, thuhet në kështu rastesh? Po. Jo, ishte edhe ashtu jona. është. Edhe jona Edhe ishte. jona. E me, ishte e gjitha imja. Po, do të zihemi apo? Si Ishte kënaqësi e përbashkët, përbashkët. edhe për Faleminderit. publikun. Faleminderit edhe ju miq të Kinotekës që na ndoqët, mos harroni na gjeni në YouTube për videon e plot, kush do ta shohë edhe ta rishohë disa herë. Na gjeni në Spotify, në rrjetet tona sociale, në Instagram Sol89 Radio dhe mos harroni nëse na shihni në rrugë, mos harroni na Po, përshëndesni. sa bëhet qefi, kështu që e dini vetë ju. Shihemi të mërkurën tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë 120 minuta mendime që s'len Nga filmit e libri, magjia që bashkon